radhën e ka shoku jon që nuk e di me emrin, do na i thot tani. Përshëndetje. Shoku përshëndetje. Përshëndetje Hugo dhe Olvi. Jam Mandi. Mandi, përshëndetje Mandi, përshëndetje. Pas game fantastik Mandi. Sa vjeç je ti Mandi? Jam 20 vjeç Hugo. 20 vjeç. Po çfarë hobish ke ti Mandi? Na thuaj një herë, çfarë hobish ke? E po Hugo, kam hobi. Ka qef alpinizmin. Ndonjëherë shkoj në Everest Hugo, bëj alpinizëm aty por. Wow, alpinizëm Ka qef typi malet e xhunglës tate, o Hugo. Po ku ka malan te more Olvi, çfarë thua ti Olvi? Mando çike, shumë i veçantë si personazh. Mezi po pres ta lim këtë lojë me ty. Të shoh një herë. Faleminderit Olvi. Më fali se është episodi i parë të dashur teleshikuesa nga po na ndiqni ju gjithë ande nga YouTube-i. Atëherë, Mandi, të shohim një herë ti që ke një alpinist i famshëm, domethënë, po të shohim se sa do ma shpëtosh ti mua Hugo Lirën me fëmijët e mi. Mando, siç e thash dhe përpara, loja është kështu. Atë 4 është majtas, 6 djathtas, 5 kërcen dhe te kjo lojë që do luash ti, 8 hecën drejt. Dhe në udhkryqin që do kesh, ti do kërkosh Hugos hartën, se vetëm hartën kupton ai. Ai që kupton nga fjalët e tua. Që ti thosh harta Hugo, ai hap hartën dhe ti do zgjedhësh drejtimin më të mirë për ty. Pra kështu funksionon loja. Dhe mos harro, duhet të bësh kujdes kur ti të shohësh hartën, ato që janë për shembull me shenja kafke, ti duhet ti anashkalosh ato. Pra mos shko aty ku janë shenjat e kafkës, po shko aty ku janë shenjat për një rrugdalje tjetër. Pra që ti të shpëtosh Hugolinën. Ma kupton? Po shpëtosh familjen e Hugos, o Mando. Jo familjen tate. Atëre, je gati Mandi? Patjetër Hugo. Do të shohim pra. Hajde Mando, hajde. I kemi shpresat e këty. Mandi, loja po fillon. Nëse do të shpëtosh Hugolinën dhe fëmijët, duhet të nxitosh. Himbi strucin dhe gjej rrugën e dur. Vetëm bëj kujdes me pengesa si strucat, luanët dhe shkëmbit në ishull. Unë jam gati për shpëtim, që me Hugolinën time të lë një takim. Hajde strucin. Në një farë mënyre më ka ardhur në majtë hundës ky majmuni mistres që si shumec. Ndoshta herën tjetër do të shkoj më mirë. Nga dalt Mando. Fol Mando, fol. Në një farë mënyre më ka ardhur në majtë hundës ky majmuni mistres që si shumec. Ndoshta herën tjetër do të shkoj më mirë. Ju ta thuash me zë Hugo, o ti Mando. Se Hugo po rri. Mando, ti i flet me zë Hugo. 4. Aha. 6. Ku do shkosh tani? Ke 0, 8 edhe 4. Ke mundësin të hapësh hartën. Po pak më shpejt more Mandi, pak më shpejt. 6. 4. Po, të ndihmova unë. Fol Mando, fol. Ku do shkosh tani? 4 apo 8? Shpejt Mandi. 8. Bravo. 6. 4. Opa. Prit. Ço do bësh tani? 4. 4. 4. Po hartën Mandi, ku e çova apo e harrove në shtëpi? 6. Opa. 4. Luje. Hartën, hape hartën Mando. Harta është. Okej, 6. Po, natën Mandi. As ka gjo Mando. Për fat të mirë, Luanis do të më merrte mbathjet e mia të bukura. Tani jemi për bukuri, sepse ne ndodhemi në një rrugë pa krye. Kjo ishte mundësia e fundit. Përshëndetje lojtari me numër 3. Vetëm. Përshëndetje. Përshëndetje. Si e ke emrin? Unë quhem Miri, jam 15 vjeç dhe jam lojtari më i ri. Po di që je lojtari Bravo, më i ri. Miri, bravo. Mirë, të bëj një pyetje unë ty. Po, Atëherë, do të them diçka. Çfarë hobi ke ti për shembull? Çfarë të pëlqen të bësh ty? Pëlqen të luash futboll për shembull, tenis ose për shembull të merresh me muzikë? Më thuaj diçka çfarë ke hobi ti? hobi im është luaj futboll. Të pëlqen futboll. Një ditë shpresoj që të luaj me ekipe të mira nga të gjitha pjesët e botës. Do të pëlqente të luaje me Ronaldon apo do të pëlqente të luaje me Messi?
Ma Ronaldo, se Ronaldo është idolli im, domethënë. A e di pse ka dëshirë Miri të luaj me Ronaldo sepse Messi ndodhet këtej nga xhungla me duke u marrë me don krokodilin, po nuk ja del dot se është i vogël ai. Është familja jote, është për tunet me shtrigën du. Po pra, po rri atje, po pi kështu arkokosi, lëng arkokosi ai. Mirë pra. E po se diti që Miri këta herë ka për ta fitu lojën, po si fillim do hudhëm ato ruletën, sa jo ruletën, ruleta e Hugo është pjesa më e bukur. Atëherë, prit tani, bëjmë gati ruletën e Hugos. Dhe Jepi loja Miri. që do të luaj Miri do të jetë Vera. Wow, mendova se do të ishte Hugo Mestrus, por çka? Hugo ethet e diamantëve. Tani Olvi shpjegoja pak Miri se si do ta luaj këtë lojë. Tani, Miri, tani loja luhet kështu. Është shumë e thjeshtë. Ne I flasim Hugos. Dakor, ne I flasim me numra sepse Hugo Do nuk merr vesh. flasësh me Z, që unë të dëgjoj mirë ty. Po. Flasësh me Z. Tani Majtas, Në rregull. Miri është 4. 4 është Majtas. Është djathtas, ndërsa 5 është kërcimi. E kuptove Miri? Po. Ti do ja 4 thush është Majtas? Hugos. Po. 6 është djathtas, 5 është kërcimi. Ti do I thush Hugos. Hugo, Okej. shko Majtas. Shko 6, shko 4 domethënë. Shko 4, shko ose 6 ose 5, e kupton? Ti do ja thuash me Z, nuk do e shkruash. Pra, Do mos ja thuash harro. me Z. Mos Hugo, harro Miri. 4. Mos harro. 4 Majtas dhe 6 djathtas dhe 5 është për të kërcyer lart. Për shembull, nëse ti shikon një humner, një vrim me zezë aty për shembull, ti do të shkosh me 5, do më thuash 5 dhe Hugo do fluturoj. Dhe mos harro, është edhe Fernando. Nëse shikon Fernando që po fluturon, ti do të thuash 4. Dhe unë do kapem ke papagalli Po. Fernando. Dhe pastaj do thuash 6, që unë të shkoj po prap në vend nga Fernando, sepse mund të bi me Fernando në poshtë pastaj në humner. Më kupton, pra duhet të bësh kujdes. Do të qëndrohesh shumë te loja, pra do E kuptova. I shef filmin dhe do flasësh direkt që Hugo ta dëgjoj, se Hugo nuk I punojnë mirë antenat. Kështu që ti do t'ia thush çik më përpara, dakord? Bravo. E Në shikon? rregull. Gati për të luajtur. Tani jemi gati të nisë lojën. Po. Në rregull atëherë. Ja pra ku po nis loja. Këto diamantet e zeza më japin një fuqi të pa imagjinueshme. Të gjithë fuqinë e tyre më japin vetëm mua. Më nevojitet më shumë fuqi, më nevojitet akoma dhe më shumë. Merri të gjitha diamantet e Hugos dhe ndaloi atë nga ai ishu. Nuk dua ta shoh më atë krijesë në këtë vend. Hey Hugo! Vendi është I mbushur me shumë ushtarë të ndryshëm, nga I keqi dhe I vetmi me emrin Don Kroko. Ata I kanë marrë që të gjitha diamantet dhe fuqitë e lashta të ishullit, dhe ata po bëjnë dëme. Dhe ndoshta mund t'i lirosh ato krijesat e vogla nga sundimi I atij. Dhe gjithashtu, pasi të shpëtosh ata, mund të na ndihmojnë në misionet e tjera që ne do të marrim përsipër. Më pas do të shkojmë tek vulkani. Ti duhet të veprosh sa më shpejt që të jetë mundur të lutem. Mirë Fernando, dhe mendoj që ti mund të më ndihmosh. Përshëndetje. Është ndonjëri aty? Fillo. 6. 4. Nuk e dia që po të hash ka shumë gërhet si derkuc. Hajde Miri, lëviz. Miri. 5. Ouch. Wow! Pejt Miri. 5. Hugo, mos hezito, po kapu me një herë Katërën. 2 sekondë, do të Katër. bësh sallat fare mi. Gjashtën. 4. Ouch! O bo! Au! Ju! Mend për herën tjetër, mos harro të më shkruash një letër. Çfarë Që na ka thua? Çfarë do na thuash njëri për këtë? Si do duk loja? Si do duk loja? Miri, si do duk loja? Isha shumë I shpërqendruar. E pra, Kërkoj vore. ndjes. Po nuk ka gjë, more Miri, nuk ka gjë. E, Loja është në fund të ditës. Si do shpëtosh Hugon? Hugon, si do shpëtosh nëse nuk je I përqendruar? Do të përqendrohesh shumë, do të jesh shpejt, se ndryshe nuk e shpëtojmë dot. E pra. Nuk ka Mund ta gjë. provoj edhe një herë. Si mendon regjia? Ta provoj edhe një herë Miri. Ta provoj them unë. E ta provoj edhe një herë mirë. Në Ja, rregull. do I shans tjetër.
Mirë çuni mirë, dhe për këtë herë. Je gati Miri? Miri. Le të filloj loja pra. Hey Hugo, Pendi është i mbushur me shumë ushtarë të ndryshëm, nga i keqi dhe i vetmi me emrin Don Kroko. Ata i kanë marrë që të gjitha diamantet dhe fuqitë e lashta të ishullit, dhe ata po bëjnë dëme. Dhe ndoshta mund t'i lirosh ato krijesat e vogla nga sundimi i atij. Dhe gjithashtu, pasi ti shpëtosh ata, mund të na ndihmojnë në misionet e tjera që ne do të marrim përsipër. Më pas do të shkojmë tek vulkani. Ti duhet të veprosh sa më shpejt që të jetë e mundur, të lutem. Mirë Fernando, dhe mendoj që ti mund të më ndihmosh. Përshëndetje, është ndonjëri aty? Fillo Miri. Kujdes Miri, lëviz. Nuk e dje që po të hashka shumë gërhet si dërkuc. Nuk më duke shumë i fokusuar. Më shpejt Miri, më shpejt. Jashtën. Tani Miri, lëviz Miri. Bravo, lëviz prap Miri. Aha. Miri u zhduk Miri. Pes. Natë, mirë Miri. Ouch. Nuk ka gjë që nuk ja dole këtë herë, por të lutem bëj kujdes se mu bë prapanica pet. Iku fokusi. Miri, lëviz Miri, kërcim. Miro. Këtu jam pothuajse jashtë. Kush është lojtari tjetër? Le ta prezantoj lojtari i radhës. Shfaqo. Emri më është Daniel, jam 6 vjeçë dhe vi nga Vlora. Wow, nga Vlora. Daniel, do të bëj një pyetje? Po, Di not ti atje? Në Vlorë? paka shumë. Paka shumë, sa mirë. Do më thotë të burë, se ke ko, mos e vrit menjen. E po duhet të dishur se andej, do më thonë, vajzat nga Vlora janë Jeri, si ti komardare, dinë edhe not atje, mos dinë edhe djemt? Ndio, Aty e kam thunë notin. E po ky e Hugo, ka, aty dëgjo, e kam shumë. po qa thua ti, sidomos Ulvi njëre di notin se ka një origjinë, një gen kështu të largët nga Vlora, e kupton? Po lëre njërë Hugon pasaj që Hugo ka disa kushëri nga Vlora, e kupton? Po nuk i diet asnjëherë, ë? Është e çuditshme një troll që jeton në xhungël të ketë edhe origjinë nga Vlora, është e çuditshme. Po bra, Çfarë nuk ndodh? Nice një pra. pjesë tjetër e xhunglit tani për ne. Po bra. Atëra. Tani, Olvi, Po, jemi gati për lojën. Po ka ardhur ajo radha që ti ke qef Pjesa ime ti. Pjesa i preferuar. Bur. Eja pra. U më zë pres Prezantoje di pak. kjo pjesë. Prezantoje pak çfarë pjesa do vi tani? Tani do vi rulota e fatit. Po çfarë rulota more? Ruleta e Hugos. Ruleta. Atëherë, le tani të përzgjedhim se çfarë lojë do jetë nga ruleta e Hugos, që është komplet gjë fati, se çfarë do luaj tani Danieli. Le të shohim tani. Ne të shohim. Hugo me struc. Do fillojmë direkt Hugo me struc. me hart, me gjëra kështu të ndryshme. Është pak më e lehtë për Danielin kjo them unë. Si mendon? e di. Po jetër se. E diti, si je më Daniel, si je. Po ti Je Daniel gati. që ke i shkathët ti. Ti do e fitove lojën direkt. Tani Olvi, shpjegoja pak Danielit lojën, si do luaj me Tani strucin. Daniel. Tani ne punojmë me zë pra. Ne do i flasim Hugo sepse Hugo nuk dëgjon mirë, do i themi 4 për majtas, 6 për djathtas dhe do thuash hartën. Kur det koha për të hapur hartën, e kupton? Ti do shohësh hartën, do thosh ku është zgjidhja më e mirë për të shkuar, dakor? Dhe mos harro, Rregull. do thuash harta, mos harro, 4 majtas, 6 djathtas, 8 do jetë për të ecur drejt dhe pastaj do thuash harta ose 0. Në rregull? Okej. Atëherë, nisim, je gati Daniel? Vulkani i vjetër po nxjerr tym përsëri. Nëse do të shpëtosh Hugolinën dhe fëmijët, duhet të nxitosh. Himbi strucin dhe gjej rrugën e dur. Vetëm bëj kujdes me pengesa si strucat, luanët dhe shkëmbit në ishull. Unë jam gati për shpëtim, që me Hugolinën time të lë një takim. Daniel, fol. Daniel, pak më shpejt. Në një farë mënyre më ka ardhur në majtë hundës ky majmuni mistres që si shumec. Ndoshta herën tjetër do të shkojmë më mirë. Do të flasësh më shpejt Daniel. Pra, Po, gati. fokusohu. Gati. 6, 4, shpejt, dakor?
Ku do shkosh tani Daniel? Tani do të hapësh hartën. 8. Okej, shumë mirë. Daniel, 6. Pak më shpejt, pak më shpejt. Për fat të mirë, Luanis do të më merrte mbathjet e mia të bukura. Hajde shpejt! Ky është tashmë shansi ynë i fundit për të shpëtuar Hugolinën dhe fëmijët e mi. Edhe një herë Daniel. Kundërshtarin direkt tyje, dakor? 6. Tani shpejt. Mos. Do ta bëj më shpejt. Sa po e shkret Në një direkt farë duhet të mënyrë më ka ardhur në majtë hundës ky majmuni mistres që si shumec. Tani jemi për bukuri, sepse ne ndodhemi në një rrugë pa krye. Kjo ishte mundësia e fundit. Unë jam gati për shpëtim, që me Hugolinën time të lë një takim. Jepi, Daniel. 6. Po tani, Okej. 8. Esi Kujdes. do hapim hartë. 6. Daniel, më shpejt. Sa po e shef direkt fol. Për fat të mirë, Luanis do të më merrte mbathjet e mia të bukura. Ndoshta herën tjetër do të shkoj më mirë. Mos nguro fare, direkt e shef, Po. fol direkt në moment, në çastin e parë që e shikon. Fillo. Shpejt Daniel. Bravo. Pak. Për fat të mirë, Luanis do të më merrte mbathjet e mia të bukura. Hajde shpejt! Ky është tashmë shansi ynë i fundit për të shpëtuar Hugolinën dhe fëmijët e mi. Nuk dëgjon mirë ky Hugo. Jepi shpejt. Bravo. Shpejt. 4. Bravo. Të lum, po tani. 8. Vetëm ke teta i ka ngelur sahatit ti. Nuk ka gjë. Fol. 6. Bravo. Të lum, po tani. 6. Po jo, në fakt duhet të thoje 4 ose s'ka gjë, u bë kështu rastësishme. Fol. 6. Nuk ka problem. Për fat të mirë, Luanis do të më merrte mbathjet e mia të bukura. Tani jemi për bukuri, sepse ne ndodhemi në një rrugë pa krye. Kjo ishte mundësia e fundit. Atëre, çfarë do të na thuash në një gjë përpara se të largohesh, Daniel? Faleminderit që më dha mundësi të merja pjesë. Asnjë gjë. E bashkë për mua dhe ju falenderoj. A të pëlqeu loja je, kjo është e Po rëndësishme. pra, të pëlqeu loja? Po, ishte bukur. Po pak e vështirë. Ishte çike paksa, vështirë, e di, ka e di, më është shpejt goxha e Hugo. vështirë. A dhe shef si është, ai s'ka rroba për të vesh, nuk di, nuk mendon. Do të jesh pak më i shpejt. Po pra, Ta ndihmosh dhe Hugon. duhet të më ndihmosh pak, more. Ta ndihmosh pak. Unë tani po largohemi, ju pafshim. Miro pafshim, Shime Daniel, me shumë faleminderit që Daniel. erdhe. S'ka problem, natën e mirë. Natën e Pashë mirë. Danielo. Kikëme. Hugo, e di që ka ardhur lojtari tjetër tash. Ua, E ka gati shpejt për- erdhi lojtari, more? Me një kështu, me një skem të vogël pas pak? Po lojtari ka qenë mrapa pembe më thon, çeva te pylli jot. Po se Ja pra, diti. po e dëgjojmë lojtarin e tani. Pa na prezantohet një herë lojtari me emër, me mosh. Fol një herë lojtari i radhës. Prezantoje veten. Oldi Kola. Në që pun tani unë? Oldo. Mreti i xhunglës. Shpëtimtari Hugos. Si do ja bosh? Sa vjeç je, sa vjeç je? 22. Wow, E di ti sa vjeç është? Lindur me 13 mars 2003. O plak na dha gjendjen civile. Oldo, e di që duhet me shpëtu kësa herë Hugon. Po nuk e shpëtove ti s'ka kush e shpëto. Po pra, të gjithë shpresat janë këty, Oldi. E në po vdis, punë e mote. Ore, prit O, pak, që t'ka bëhet? Tani që po kujtoha Çfarë mund ti ke, bëhet? prit pak e. Oldi e ke emrin ti? Po. Ore, është e pabesueshme. Oldi pas ke një kështu një adash. Po adash, kam adashin tim. Par ne thashun që është shef ma pa pemë. I kemi emrat E kon futun. Po, a she more E kom futur që ka dhe i gojës Oldi Kola, nëse i gojës të Oldi Kola atëherë. Pa dallim që ti mund ta fitosh lojën. Po. Oldo mos harro, ë? Do e thuash me z. Për lojë. 4 majtas, 6 djathas, dakord? Atëherë, Oldi, dëgjoj pak. Ti do zgjidhesh për të luajtur Hugon ethet e diamantëve, se Hugo me struc e luajti dikush tjetër me emrin Daniel.
Në rregull? Danieli nuk ishte aq i shkallët sa puna jote. Po nisë dha I bëri më të mirë, nuk përpoq. Apo u mundua. Kjo loja me ethet e diamantëve është pak më e lehtë sepse ti e shikon pak me kilometra larg e shikon atë për shkak që po të vjen ai, për shkak ku diun një lule mish ngrënëse, është ai don krokodili, shtriga etj. Pra ti më, domethënë më vigjilent për ta parë. E kupton atë armikun. Dhe mos harro, 4 është majtas, 6 është djathtas dhe 5 është për lart. Në rregull janë vetëm 3 numra për të thënë. Kur të shkoj për lart do them 5. Bravo. Pra, kujdes se do shohësh në një ngremi, në një gjë kështu e zezë aty në një vrim e zezë, kur ti ta shohësh, do thuash 5, edhe unë do kërcej lart. Do vi Fernando për shembull, do thuash 4. Do e luash ti, unë do të them ato numra. Ore ti do e luash, do më udhëzosh mua. Hugo het vet, nuk ka nevojë për ty. Thjesht ti e orienton si çfarë duhet bëj, a kupton? A kupton? Po. Gati? Okej. Gati. Në rregull. Gati Oldo, fokusohu, sa po e shef armikun direkt lëviz. Dakor? Shive tani kur gabim në atë parë. Okej, provoj. Në rregull atë. Se Le t'ja nisim. Hajde një të provoj. Këto diamantet e zeza më japin një fuqi të paimagjinueshme. Të gjithë fuqinë e tyre më japin vetëm mua. Më nevojitet më shumë fuqi, më nevojitet akoma dhe më shumë. Merri të gjitha diamantet e Hugos dhe ndaloji atë nga Ishu. Nuk dua ta shoh më atë krijesë në këtë vend. Hey Hugo! Vendi është I mbushur me shumë ushtarë të ndryshëm, nga I keqi dhe I vetmi me emrin Don Kroko. Ata I kanë marrë që të gjitha diamantet dhe fuqitë e lashta të ishullit, dhe ata po bëjnë dëme. Dhe ndoshta mund t'i lirosh ato krijesat e vogla nga sundimi I atij. Dhe gjithashtu, pasi ti shpëtosh ata, mund të na ndihmojnë në misionet e tjera që ne do të marrim përsipër. Më pas do të shkojmë tek vulkani. Ti duhet të veprosh sa më shpejt që ti jetë mundur, të lutem. Mirë Fernando, dhe mendoj që ti mund të më ndihmosh. Përshëndetje. Është ndonjëri aty? Gati. Ja. Nisim. 6. 4. Jo. Bravo. Zmarë bidonat. Fol. 6. 6. 5. Oldo. Një krokodil. Çka shkatër gjithsesi. Nuk më duke shumë I fokusuar. Pesën. Okej. Jepi këtë. Ja. Këtu jam pothuajse jashtë fare. Nuk ka gjë që nuk ja dole këtë herë, por të lutem bëj kujdes se më vë prapanica Hapi veshët Hugo. Hugo, mos hezito. Gati. Me 4. Të bësh Allah fare. Po si 5. 6. Këra e vështirë. Mend për herën tjetër, mos harro të më shkruash një letër. Por I kthyem sërish në lojë. Por e pam që Oldi Kola nuk ishte shumë I fokusuar, kështu që regjia, më saktë Olvi, meqense është edhe dash me Oldi në emër, do ta luaj edhe një herë tjetër. Le ta nisim pra, bo gati. Hey Hugo, vendi është I mbushur me shumë ushtarë të ndryshëm, nga I keqi dhe I vetmi me emrin Don Kroko. Ata I kanë marrë që të gjitha diamantet dhe fuqitë e lashta të ishullit, dhe ata po bëjnë dëme. Dhe ndoshta mund t'i lirosh ato krijesat e vogla nga sundimi I atij. Dhe gjithashtu, pasi ti shpëtosh ata, mund të na ndihmojnë në misionet e tjera që ne do të marrim përsipër. Më pas do të shkojmë tek vulkani. Ti duhet të veprosh sa më shpejt që ti jetë mundur, të lutem. Mirë Fernando, dhe mendoj që ti mund të më ndihmosh. Përshëndetje. Është ndonjëri aty? Hajde Oldo, hajde, kemi besim të Gati. Fol. 6. 4. 6. Fol. Bravo. 4. 6. Jo, 4. Si gjashme. 6. tani bo gati për 5. 5. 5 pra. 5. Hugo, mos hezito. Jepi, Oldo. Më një herë këtu do të bësh Allah fare miku I. U bëra si ato petat e byrekut që bën gjysha ime në Sarand. Nuk ka gjë që nuk ja dole këtë herë, por të lutem bëj kujdes se mu bë prapanica pet. Nuk e shekon ky është shurdh, nuk e kupton, nuk e dëgjon. Tani bo gati.
Po, Hajde. 6, 4. Po. U bëra si ato peta të Boga, gërë është që bërë boni gjysha kure. në Sarand. Nuk ka gjë që nuk ja dole këtë herë, por të lutem bëj kujdes se mu bë prapanica pet. Prit, 6, Po Kosovë, 4, si gjashtë 6. 4. O, folëre! Shtyp pesën. Kërce! Bogat kërcesh prap. Nuk kanë pik respekti për mua këta peshë të pa edukat. Mend për herën tjetër, mos harro të më shkruash një letër. Hajde një herë kush na ka ardhur, le të prezantohet lojtari i radhës për Hugon. Përshëndetje Shfaqe veten. Hugo. Përshëndetje Hugo, Olvi. Jam shumë i gëzuar që jam këtu se kam pikën ide si erdha, po jam shumë i lumtur që jam prapë. Mirë se erdhe, Rëndësishme është që erdhe. Po si fillim mirë na prezantoje pak veten ti lojtari i radhës. Sigurisht Hugo, emri im është Giulio, jam 23 vjeç dhe punoj në ishullin Kërkund, më falni, thjesht punoj. Ana ishme në skund të Peter Dhe ka Pani. Pani, këtu. na ka ardhur Peter Pani, o Hugo. Ua, Peter Dhe Pani ka- me kapiten Grimçin, me për zotin. Po, bra. Dhe sot kam ardhur këtu. Dhe sot kam ardhur këtu që të heq mendjen. me patent. Kam ardhur këtu sot që të heq mendjen dhe tuan një aventurë të re, Hugo. Sot Aventura si kemi, ka ardhur, një po. moment, më dëgjoni vetëm pak. Ne aventura kemi sa të duash, po puna është, a do na shpëtosh Hugolinën? Se ne kemi A do ja do dalësh? krokodilin, çfarë nuk kemi këtu ne. sigurisht që do shpëtoj. Po nuk e shpëtova, do shpëtoj dikush tjetër. Po, Jo, pra, do a ta shë- shpëtosh ti. Jo, do ta shpëtosh Po do shpëtove ti, s'ka Po, kush e pra. shpëton. Sigurisht. Do Kesh shpëtoj. besim unë. tek vetja. Wow, si ishte kjo, Gjulio, Kam besim çeka tek shumë, çeka shumë optimizëm. Ja bëri, sigurisht. Sigurisht që po. Unë jam personi me ma shumë optimizëm. Do e shpëtoj Hugolinën. Kam besim. Edhe ne kemi Le të besim tek nisim ty. Hugo. Po prit pak, ore, Hapja kemi harruar antena. diçka. Kemi harruar diçka, kemi harruar diçka. Kemi harru shumë rëndësishme. pikët, kemi harru pikët. Çfarë keni harruar? Qa pikësh more? Po kemi për të bërë ruletën e Pikët e Hugos se pikët i kalume, bëm. Po jo more se pikët i bëm. Oh, vjene. kemi ruletën e fatit, ruletën e Aha, ma Hugos. harra gjithmonë me atë ruletën E, e kjo Hugos. është pjesa jo më e bukur, gatrohesh ti. bër. Kjo është pjesa më e bukur. Pjesa E, më e bukur e lojës. Giulio. madje. Kjo Giulio është pjesa më e bukur. O, pse? Pjesa më e Çfarë loje bukur. mendon që do të bie ty? Çfarë loje mendon që do të bie? Prit ja tregoj Loj. një herë. O Giulio, ne kemi dy lloje loresh. Kemi Hugon me struc edhe Hugo ethet e diamanteve, që është kështu si një tempull, kështu e ke parasysh? Kush mendon ti që Edhe është? ne do hudhim ruletën. Do hudhim. Me shumë mund të jetë të diamanteve se du të mor diamante ti mor për veten në shtëpi. Po diamante kemi në të dyja variantet e, E, po nuk ka gjë. jo, Hajde jo. ta bëjmë një ruletën. Hajde, Hugo, ta bëjmë ruletën. një herë. Hugo do ta bëjmë kështu. Nëse i gjen, Ne ta bëjmë. nëse i gjen, do ketë një shans tjetër për plus atyre që ka. Dakor? Hajde në rregull atëherë. Nëse i gjen, nëse diamante do ketë një shans tjetër. Në rregull. Që ta Po ku e bëjmë di, po ku e interesante. di ndoshta e fiton me të parën ai, ha? Është e vërtet, po nëse nuk e fiton, ka dhe një shans plus për të jasaj. E po mirë në rregull, ndoshta e bën lojën tjetër ku në puntatat e ardhshme. Po pra, hape ruletën, Në hape. rregull pra, ja tani do ta hap. Një moment. Erdi koha e ruletës. Ruletës së Hugos. Hugo dhe ruleta. Tani leti bëjmë spin, kush do të jetë nga këto të dyja dhe është Hugo diamante. ethet e diamanteve. E shef sa bëhet. Jo më E. që ka Hugo me struc. Ma hupi për zotin. Që ka Hugo me struc. Ja mundes. Ja bone dërt, jo Hugo. Ja bone me të futme. Pse ja fut letarëve tuaj ti bu. Ç'a bëti kështu bu? Jo më Ky është që ka ka që bërë keq, unë, ajo thjesht u zgjodha ashtu në mënyrë të rastësishme. Çfarë kam unë i shkreti? E, Po e më kupton thuaj. sa keq ja ke bërë letari tjetër. E shikon sa keq ja bëre Julius. Kjo ishte thjesht e paparashikueshme, e kupton se ai diti që Apo- 77 bëjnë 48, jo? 48 apo 42, sa bëjnë? Je shumë 29. Nga do vinë që bëjnë 313. Atëre, a je gati Giulio të luash Hugo ethet e diamanteve? A ishte me struc, mo. Ua, Me struc, more, more. po prapu nga trova unë more, çeka. Me struc, Hugo more. me struc more. E, mos pi more, mos pi Jo, më jo, alkool, jo, o Hugo. jo, Kush ti nuk pi- alkool do Jo, ty? unë vetëm pi, po unë vetëm pi suko dardhe more. Ka këtë me një këtë Ti pi diamante. suko banane, pije me Oldin. Po,
I mora Olti 2 banane borç, po ai mi kërkoi prapë ato bananet. I kanë ngel media ke I kanë ngel media Hugos ke diamantet. Më ka 2 diamante borç prandaj. Po bra. Unë i kam 2 banane borç Olti, ju thoni për bananet. Po bra. Ose gjë mos e jep aty. Gjë. Jo, nuk i jap. Atëherë, a jeni gati çuna? Gati. Julio, le të nisim. Po kemi harruar rregullat e lojës. Shpjegoja pak Julio. Rregullat e lojës. Po, rregullat e lojës janë shumë thjeshta. Ne i flasim Hugo, sepse Hugo nuk di të shikoj shkrimet tona. Ne vetëm i flasim, i themi 4 për Majtas. 6 po është budalla komplet. 4 për Majtas, 6 për djathtas. Ishte Hugo me struc apo jo? 8 është ose 8 është harta. Po, edhe 7-ën e kemi drejt apo jo? Po. Fiks fare. 7-a drejt. Jo drejt. Nuk ishte 7-a drejt ajo, ishte 8-a drejt. Pastaj kemi 8-a drejt. Bravo, 8-a është drejt, ndërsa 0-ja ose më thuash harta për të parë hartën se ku të shkosh. Harta. Ai është shumë thjesht. Dakor? Dhe 8-a para, 5-a dhe 7-a. Jo, 4 Majtas. 4 Majtas. 6 djathtas. 6 djathtas. 8-a para. Kuptova. Edhe thjesht do thush harta. Po to numra do t'i thush shumë shpejt. E kupton ti do shohësh atë Luanin që del përpara, direkt thuje numrin. Sepse Hugo i vjen çik me delay ai mesazhi, sepse është xhungël, e kupton? Si punon antena, kështu që do ja thush çik më shpejt. E shpjegoj siç dua Olvi. Mos harro, 4 Majtas, 6 djathtas, 8 është vetëm drejt dhe pastaj mund të thuash harta ose 0 që ti shohësh hartën se ku të shkosh. Kuptova. Do të thonë Hugo është i thjesht, prandaj. Yes. Bravo. Kam rëzifër e të shepit. O Giulio, unë alfabeti nga 36 shkronja, ta bëj 16 shkronja unë. Atëherë, gati Giulio. Gati. Atëherë, le të nisim tani me Hugo me struc me Giulio. Po nxjerr ty përsëri. Nëse do të shpëtosh Hugolinën dhe fëmijët, duhet të nxitosh. Himbi strucin dhe gjej rrugën e dur. Vetëm bëj kujdes me pengesa si strucat, luanet dhe shkëmbit në ishull. Unë jam gati për shpëtim, që me Hugolinën time të lë një takim. Let's go! Fol. Djathtas! Do të fol. 4! I dhe shumë bërë. Në një farë mënyre më ka ardhur në majtë hundës ky majmuni mi stres që si shumec. Ndoshta herën tjetër do të shkoj më mirë. A pas ke jetë në rregull pra? Okej. Shpejt. Drejt. 4! Fol. 4! Po tani. Shpëtove. Drejt! Teta! Bravo, po luan mirë Giulio. 6. Jemi. 4! Po tani. 4! Shko Majtas. Bravo, Giulio, nuk ka problem. Drejt. 6! 4! Bravo Giulio. 0! A është tani harta? ecën vet. Bëj kujdes. Okej. 6! 4! Ua, ke shpëtuar për pak. Po tani. Okej, harta, 0, hapet harta. 0 ja. Hartën. Ku do shkosh tani? Yes. Unë them më mirë drejt. Hes drejt. Hes drejt. Kujdes luanin. 6! 4! Për pak more Giulio. Drejt. Okej, Deri tani Giulio po ecën mirë. 6! Nuk të vinë antenat me voles. Ato shurd. Për fat të mirë, Luanis do të më merrte mbathjet e mia të bukura. Hajde shpejt! Ky është tashmë shansi ynë i fundit për të shpëtuar Hugolinën dhe fëmijët e mi. O shurd i shkret. Okej, drejt. 6! 4! Bravo. Okej. Tani ecën vetë. Mos dalë po hec. Futje rapid. 6! 4! Fol. Bravo. Të lum. Bravo. Giulio, po tani. Hartën. Do me pa hartën ai. Shko Majtas. Aty 4. Po 4. 6! Ke shkoj të rrugën e ka buar Giulio. Nuk po kuptoj asgjë përveç fjalës pemë jeshile. Tani jemi për bukuri, sepse ne ndodhemi në një rrugë pa krye. Kjo ishte mundësia e fundit. Më mirë sa Olti. Giulio, ke luajtur me të vërtet shumë mirë, ha? Gjithsesi. Hugo, thjesht do të kërkoj falje, nuk e shpëtojmë dot Hugolinën e shkret, por nuk ka problem të shpëtoft Zoti ty inshallah, ti shumë faleminderit një herë që luajte lojën ton, se isha për pak duke shpëtuar Hugolinën për kilometra larg.
Duhet bëj më shumë prova sepse unë pas kam probleme sinjalit, duket ta kesh aty. Olvi, unë them që në puntatën e radhës ose ndoshta mbas disa puntatave tjera, them t'ja japim edhe një shans Xhulios se luajti më të vërtet shumë mirë sot. Lutë bro. E meritoj një shans. E meritoj. Shumë energjik. Po shumë energjik dhe madje shumë i shkatë dhe shumë komik mbi të gjitha. Shumë i shkatë. Po. Hugo, të premtoj, do të shpëtoj më golinën, bro. Do të shpëtoj të Kam më japësh. besim te ty, bro. Hey bro, what's up, bro? Do të më japësh pagesën 100 diamante dua Hugo nëse do të dash. Sa do ky more, po ti 3000 diamante. Diamante s'ka. Diamante fitoi veti, po pra, fitoi veti diamante. Fitove gjithë ato diamante, rezultatet do i bëjmë pastaj në kur të marrim lojtarin e radhës. Sigurisht do bëhem minator për ju. Sigurisht, bro. Do po ne kemi mirë të bulqizës ky. Do gërmosh me papyllën e Hugo. Do gërmoj aty bashkë me shokët e vet andej bulqizaj. Hugo, ku të bëhesh retired, bro, hajde shty vagona këtu me mu. Let's po go, bro. Po tjetër, shoh sa i kam duar ton, sa i pallaske madhe kështu. Erdhi fundi këtij journey. Erdhi shumë shpejt fundi, po me thënë vërtetën ishte shumë sfilitse, po edhe një kohë më pëlqeu shumë aventura Xhulios, ose sinqerisht luajti vërtet shumë bukur. Po, shumë bukur, luti shumë mirë. Atëherë Xhulios, shumë faleminderit që ishe me ne. Ne të përshëndesim Xhulio dhe në puntatët e ardhshme do të kontaktojmë. Përshëndesim Xhulio. Ju përshëndes, ju jap një kafe të gjithë juve. Të përshëndesim, unë dua cappuccino me shllak. Shivemi. Cappuccino me shllak. Shllakun tim. Se unë jam prodhuesi shllakut. Normale. Po më rak suko unë jam. Sa ka mundsi? Suko Hugo. Normal. Faleminderit të dyve juve. Faleminderit. Çivemi. Asa dhe një gjë shihemi. Miropafshim Xhulio. Miropafshim, të përshëndesim. Miropafshim. Ai. Po e diti që kemi marr konkurrent tjetër, po. Kemi marr konkurrent tjetër, e diti? E diti kush na është rikthyer. A e diti kush na është rikthyer neve apo jo? I pari që na erdhi. I pari që na erdhi, pari. Faqe veten. Have no fear. Mandi is here. Wow, më mirë Mandi. Ç'kemi Mandi? Ua, ku të shkrim Mandi? Tjenëtar joni nderit o burr. I pari kishte drejtë ta bëj edhe një herë, si i papa, dakor? Po i papare dhe si spektakël ti ke emisioni për fëmijë Hugo o Mandi. Po Hugo, po diti kush jam unë? Unë jam 20 vjeçari më i madh Hugo. Ua, 20 vjeçari më i madh i të gjitha korave për Hugon është ai. Si të shpëtosh Hugolinën tani në këtë rast plako. Tani nëse shpëtove në do shpëtosh tani. Do shpëtosh tani se s'bën. Edhe Mandi, dëgjoj pak, Mandi, sa e rradhe ke për të luajtur me ethet e diamantëve, se nuk e kemi ruletën, se e bëri Xhulio më përpara, e kupton? Edhe do të loj më ndryshe nga ajo që bëre ti në fillim, se ti bëra atë me struzë, ndoshta ishte çike vështirë për ty. Patjetër Hugo, tani që u ktheva nga alpinizmi jam më i fortë se kur. Mandi është alpinist, more. Sa male ka hyp Mandi ma, ti se ke ide sa male ka hyp Mandi. Po ja ta shohim mirë Mandi se sa do ja dalë aty në xhungël, se në alpinizëm e morë vesh ai që është i mirë, po ta shohim se mirë është në xhungël ai. Ta shohim mirë. Hajde Mandi, hajde. Erdhi koha të shkëlqesh Mandi. O Mandi, ke nevojë sërish për shpjegime? Unë them më mirë t'ja shpjegosh një herë Olvi. Si mendon? Shpjegoj ja kujtoj unë. Ja rrisë me memore. Sa radhë mos harrosh ethet e diamantëve, është pak më e thjeshtë se e para. Është më e thjeshtë, kjo tuk të ke thjesht. 4 majtas, 6 djathtas, 4 majtas, 6 djathtas, 5 lart. Shumë e thjeshtë. I flasim Hugo si gjithmonë. Dhe sa herë që ne flasim me Hugon, i bërtasim edhe çik më shpejt, dakor? Sepse ai nuk dëgjon mirë, sepse antenat nuk i punojnë. Si çdo herë. Punojnë antenat, si gjithmonë. Si punojnë antenat. Asnjëherë, se njërin antenë më çef diku nga mbrapa nga fund shpina, njërin e mban lart duke se nuk i punon. Se kuptoj çka ka ky Hugo. Nuk e di, e kam personale me antenat unë. Po pra. Gati, Mandi. Jemi gati. Gati Hugo. No fear Mandi. Mandi ka lindur gati. Në rregull atëherë, le t'ja nisim pra me lojën ethet e diamantëve. Nisim. Këto diamantet e zeza më japin një fuqi të paimagjinueshme. Të gjithë fuqinë e tyre më japin vetëm mua. Më nevojitet më shumë fuqi, më nevojitet akoma dhe më shumë. Merri të gjitha diamantet e Hugo dhe ndaloji atë nga Ishu. Nuk dua ta shoh më atë krijesë në këtë vend. Hey Hugo,
Vendi është i mbushur me shumë ushtarë të ndryshëm, nga i keqi dhe i vetmi me emrin Don Kroko. Ata i kanë marrë që të gjitha diamantet dhe fuqitë e lashta të ishullit, dhe ata po bëjnë dëme. Dhe ndoshta mund t'i lirosh ato krijesat e vogla nga sundimi i atij. Dhe gjithashtu, pasi të shpëtosh ata, mund të na ndihmojnë në misionet e tjera që ne do të marrim përsipër. Më pas do të shkojmë tek vulkani. Ti duhet të veprosh sa më shpejt që të jetë mundur, të lutem. Mirë Fernando, dhe mendoj që ti mund të më ndihmosh. Përshëndetje, është ndonjëri aty? Ha, Mandi! Mando, fillojmë! Fol! 4. Jo, Mandi! Fol! O Mandi, jo 4 më. Hajde, dulja, o Mando! Nuk e dje që po të hashkas shumë gërhet si derkuc. Nuk më duke shumë i fokusuar. Qa thua mo Mandi? Mandi, kujtes Mandi, se s'ke shumë rasta, hajde! Fol! Jo! Gjan. 4. Mandi, pes, Mandi, pes! Kërce, Mandi! Kërce prap, Mandi, Hugo, kërce! mos hezito, po kapu me njëherë këtu tek unë, do të bësh sallat fare mikuj. Okej. Gjashta! Shko gjaftas! Okej, hajde. Pak më shpejt Mandi, se nuk i mirë tu. Fol, Mando! Fol të kurat! 4. Aaaa, Mando! U bëra si ato petat e bërekut që bën gjysha ime në Sarand. Nuk më duke shumë i fokusuar. Ore është Hugo që jetën shumë nga dalë, more. Kujdes, okej. Po. Bravo. Tani këtu ki vetëm pesat. Vedëm kërcim ke këtu. 5. Shpejt Mandi. 5. 5. Bravo Mandi. Kujdes. Ke prap Mandi. Fokus. Kërce, Hugo. Kërce prap. Të lumë, ke Hugo, 4. mos hezito, po kapu me njëherë këtu tek unë, do të bësh sallat fare mikuj. Ua Mandi po ja del mo. Jepi. Mandi. Kujdes, Mandi. Kujdes për skeletonat. Bravo Mandi. Kujdes Mandi. Gjan. Kujdes skeletonat. Gjan. Fol prap. Jepi, Mandi. Bravo Mandi, po ja del Mandi. Po ja del Mandi, është pa mundur. Jepi, Mandi. Ja doli Mandi me 7250 pik. Fitoi. Bëuni gati burra. Akrobati më i mirë në të gjithë botën ka ardhur t'ju shpëtoj që të gjithëve sot. Fernando! Mandi do fitonte. E kishte ndarë mendje, ishte mësuar, ishte Po qa fokusuar. thua more, mua nuk më besohet fare që ka fituar Mandi, more. Mandi të lumt, Mandi fitove, më në fund doli dikush. Edhe shansi i dytë për Mandin ishte kështu goditës fare Olvi, ishte pa besuarshme. Ishte kështu. No misses. Vetëm fitore plako, s'kishte asnjë synim tjetër. Pa tjetër Hugo. Nuk të shgënjeva. Si je mër Mandi. Mandi madh. Se nuk të dëgjova. Tash ta mora Ugolin, kështu ta shpëtova Ugolinën Hugo. Ma shpëtove njësoj, si ta kesh ti për mirë, Mandi. Ja le Hugo të gjithve. Mere, vetëm amon, vetëm hik. Po ha, më në fund. Atëherë Olvi, ti bëjmë qik gati pikët ne për Mandin, si mendon shpejt. Ti bëj shpejt. Atje. Do të prisni vetëm pak sa ti bëj ato gati ato pikët aty edhe pastaj do të shohim. Si mos ti presim antenat e tuaja vur. Kemi 5 sezone që i presim, 5 episode që i presim antenat e tuaja. S'do i presim tani. Po Shohim rezultatet. Mandi 20 vjeç, ka mbledhur 7250 diamante dhe është lojtari me numër 1. Mirë. Wow, Mandi. Mirë. Mandi të lumt, Mandi fitove lojën Hugo Ethe të diamantëve. Ke fituar një petipi nga ana Hugos dhe një Twingo nga ana e Olvit. Ishte kënaqësi Mandi që fitove lojën e Hugos, ishe me të vërtetë i shkatët, pavarësisht që të ndihmova. Patjetër. Mandi ne të përshëndesim. Nëse Mirë, ta futet mirë, na kupton.
Po më sjeli mega lojtar, shfaqe veten, Shfaqe veten lojtar. shfaqe veten. Përshëndetje Hugo. Qa bëhet? Përshëndetje, si kalove njerë, po si ke emrin, prezanto pak. Sa vjeç je, si ke emrin? Unë jam Castro, jam 22 vjeç. Ua Castro, qa emri i bukur. Castro, Po emri si e ke bravo. ti Zizo? Jo, aty afër Zino. Pas kemi emër të bukur ti Castro. Astrotino. Po le çave bë? Qa bëhet? Shishe lojtar sjellun, lojtar të përgatit, lojtar special. Lojtar Qa vërtet di- shumë të veçantë më Castro. për zotin. Po Castro është gati me ta shpëtu familjen. Thuj qa çik, thua, qa një? me noti për Hugolinën? Qa do i bosh Hugolinës për ta shpëtosh? S'ka më ide. Po Ugolino, unë jam gentleman. Ugolino do e shpëtoj dhe do e jap Hugos. Sa djali mirë që jenë, ka respekta. Po e di që do të jam në këmbim Ari, jo. po nëse do fitosh lojën ti, nëse do më shpëtosh Hugolinën ti mua, e di çfarë do t'japun ty? Do t'jap shumë cigare me çonçakis që nxjerr shumë tym. I mban mend ato cigaret e vjetra? Ma ke gjetë pikën e dobët o. Qa thua ti, unë jam kështu, kam telepati nga njerëzit. E kuptoj direkte se çka kanë qef njerëzit. Do t'japë edhe ato lojrat e futbollit. Që Bravo, dilin dhe po ato pra çonçakis. fiksis do t'i japim edhe nga ato. Tash po, tash do të bëj çfarë nga atone, aty. O Castro, do t'japim edhe nga atone, nga ato telefonat kështu që janë me ujë brenda me rreth. E ke parasysh ato rrethore që vjen aty sipër aty shtyllës, që janë ato. Edhe ato do t'i po fitoj. me si po. Ma ato kam qenë më i fojti. Qa thua dhe me ka shumë dhurata sa po i bëjmë Castro, është shumë e sigurt që emisioni Hugos do falimentoj me të parën, do ikin gjithë financimet. Po. S'ka më lek, do i mori Castro gjitha lekët. Qa Mirë, do i thua mori ti? personi dur. A shemë sa qa legjende që ka ky more. Që ka dhe i gojës madje. Që nga i gojës ti? Po, me vërtet. Tani, Castro, do luajmë ne tash ruletën e Hugos, të shohim një herë. Pjesa jonë preferume. Më shumë është pjesa Ulvit e preferuar se sa imja. A i ma kam su ruletën mu. Pa normale pra, e kam fut ke Bigjozi. Atere, A le jesh të në fillojmë. sufim. Atere, Olvi, le ta luajmë një ruletën e Hugos dhe të shohim se çfarë loje do luaj Castro. Rotulloje Hugo. Ja tani. Hidhi zarat. Pa të shohim se çfarë do luaj tani Castro me ne. Wow, që ka Hugo me struc. Loja më bukur. Ja, më Castroja bukur. si për strucit. E kuqe, Domethënë, gjithmonë. është Hugo si për strucit, po s'ka gjë. E njëjta gjë është. Castro. Castro të ikën të ikën ato, më duket, Të tela. ikën të antena dhe ty m'duket. Castro është këtu Castro. gjithmonë gati. Okej, super. Okej, pra Castro. Tani, Olvi, do t'ja shpjegosh pak Castros lojën? Castro, kjo është super lojë lehtë, siç e ka të vidhë më përpashme. 4 është majtas, 6 djathtas, edhe 0 ose harta do i thush Hugos për të hapur hartën në një udhkryq. 8 është drejt, dakor, është shumë. ja, sa po doja ta thoja. Nuk e harroje, rri qetë. Unë nxitova, Prit më ki fal, besim Olvi. të kun. Ki besim të kun, Olvi. Kam besim këtë ty, qa thua ti? Kam besim edhe në zemrën e Ja, letra. Do të kesh besim në të Castro, jo vetëm të Edhe ke deme. Castro, po fix pra. Se do e kesh mbi vete, kujdes. Pikërisht, ja bra. Castro në patronazhin e Hugos. O Castro, je Kujdes gati për Castro, lojën? Gati, jam gati, mund të fillojmë. Na rregull atëherë. Le të fillojmë lojën Hugo me struc me Castron. Ka një vjetër po nxjerr tym përsëri. Nëse do të shpëtosh Hugolinën dhe fëmijët, duhet të nxitosh. Himbi strucin dhe gjej rrugën e dur. Vetëm bëj kujdes me pengesa si strucat, luanët dhe shkëmbit në ishull. Unë jam gati për shpëtim, që me Hugolinën time të lë një takim. Castro, hajde, do nisësh me lojën. Fillojmë Hajde, Castro. vazhdojmë. 6. Fol Castro. I shpejt Castro, po tani Castro, 0-8 Hartën, 4. Mirë. 0, Harden. Oh, Castro, Ah, çik më shpejt. Ubanove. Ubanove. Gjashtë. Shpejt. 4, Wow, që ka Bravo. shkathët. Harden. Hartën. Po tani Castro. Halal. 4, 4, Tani nuk e ku shko tjetër Castro. 6, Ndihet. 6 prap. 4, Që ka i shkathët Bravo. Castro more.
Është gamer ai më, gamer boy. 6. 4. Hop, bravo. Drejt. Bravo, bravo, bravo. Hajde pa 6. 4 prap. Fal. Bravo. Drejt. Po ecën vetëm drejt Ah, ky si je, Castro. si je. 6. Jemi. 4. Fal. Bravo. Sa i shkathët Castro, more. Mirë. Po ta unë Basta. si konkurrent. Jo, Basta. fjall, kot. Oh! Hajde, hartë Kujt, të hartë. randën. Ua, Zero. Castro, që ke fiksën rrugën e dur, Castro. Drejt, për drejt. Hajde, opa, për drejt, Teta. durës. 4 bileta. 6. Bravo. Bravo. Ua, lojtari më legjendar që mund ke parë ndonjëherë me 5400 pikë Jo. tani, pa humbur asnjëherë. Pas Gjashtë. sekunde. Jepi. Bravo. Hajde 4. Bravo Castro. Castro, ky do eci Hajde vetëm. zinoja jon. Inshallah nuk na lodhet struci. 6. 4. Ua, sa i shkathët Bravo. Castro. Ua, Castro. Olvi pas E, kështuar si të qeke, si Castro. s'duhet. 6. Normale vë. 4. Opa. Bravo. Ua, Castro. Fuego. Castro duhet shmap. Artën 0. Ua, Bravo. Castro. Drejt, Çfarë drejt. dur? 8. Dole Castro. Bravo Castro. Jepi Castro ta fitosh hukun me struc. 6. 4. Oh, bravo. Oh, po tani 8. Castro e ma mirë mend. Hajde Castro. 6. 4. Në një farë mënyre më ka ardhur në majtë hundës ky majmuni mistres që si shumec. Ndoshta herën tjetër do të shkoj më mirë. Po tani Pse Castro. nuk e hum, nuk ka akoma. Ke akoma Castro. 8 prap. Drejt. 6. Vetëm përpara. 4. 6. 4. Kujdes, Castro. Artën. Okej, 8. Drejt. 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 Vetëm përpara. Vetëm përpara. 6. Duhet të jemi shumë të qetë, fëmi. Prej këtej, ne mund të shohim që të gjithë ishullin tropikal ku ndodhet ai. Hugo nuk ka shanse që ta shpëtoj Hugolinën bashkë me fëmijët e tij. Nëse cilën nga tre vrimat ka një lef të vetën që ndodhet atje, duhet që të zgjedhësh të durën për ta çliruar Hugolinën dhe fëmijët e tjerë që janë breta hekurave të trasha. Oh, Hugo, isha shumë e sigur që ti do t'ja dile mban. Olvo na ngeci disku, Olvo, ç'a ndodhi kështu? E more Hugo, ishte aq i mirë Castro sa që loja tha jo, nuk e për të fitu. Edhe do E hëngrëm lojën sysh, tjetër, e hëngrëm sysh, më ç'a e bëhet morëm kështu? thysh. Lojtari më i mirë që kishin pas. Tani lojtari më i mirë. Castro do luaj tash jetën e diamanteve sepse loja tha mos më luaj mua se fitove, luaj lojën tjetër. Edhe tani Castro Ashtu e bëjmë më mirë. Castro si mendon, do luash lojën ethet e diamanteve, meqense nuk bëri Hugo me stru se kështu patëm disa probleme teknike me lojën? Po më unë gati jam. Të dyja i soja një fitet të dyja. Castro, ku me ty nuk flitet dy herë më Castro. Je gati të luash Hugo ethet e diamanteve Castro? Vazhdojmë, vamos. Vamos amigos. vamos pa la playa. Vamos a la playa. Këto diamantet e zeza më japin një fuqi të pa imagjinueshme. Të gjithë fuqinë e tyre më japin vetëm mua. Më nevojitet më shumë fuqi, më nevojitet akoma dhe më shumë. Merri të gjitha diamantet e Hugos dhe ndaloi atë nga ai ishu. Nuk dua ta shoh më atë krijesë në këtë vend. Hey Hugo,
Vendi është i mbushur me shumë ushtarë të ndryshëm, nga i keqi dhe i vetmi me emrin Don Kroko. Ata i kanë marrë që të gjitha diamantet dhe fuqitë e lashta të ishullit, dhe ata po bëjnë dëme. Dhe ndoshta mund t'i lirosh ato krijesat e vogla nga sundimi i atij. Dhe gjithashtu, pasi të shpëtosh ata, mund të na ndihmojnë në misionet e tjera që ne do të marrim përsipër. Më pas do të shkojmë tek vulkani. Ti duhet të veprosh sa më shpejt që të jetë e mundur, të lutem. Mirë Fernando, dhe mendoj që ti mund të më ndihmosh. Përshëndetje, është ndonjëri aty? Jepi Castro. Katër. Gjashta. Oh, jo. Nuk e dje që po të hashka shumë gërhet si dërkuc. Nuk më duke shumë i fokusuar. Gjashtën, Katër. pesën, 5. duhet pesa prap. 5 prap. Hugo, mos hezito, po kapu me një herë Katra. të sekundë, do të bësh sallat fare miku i. 6. Shqipë kujdes. 4. 6. Fol. 4. Fol. Okay, fair enough. 6. Bukur. Të lumë Castro. Më i miri. 5. Më mirë. 5 prap. Jepi Castro. 5. Më mirë. 5. Vetë përpara. Hugo, mos hezito, po kapu Katra. me një herë këtu tek unë, do të bësh sallat Gjashta. fare miku i. Të lumt. Ka del Tam të në me përfitore. Imagjino të ngeli edhe këtu loja. 4. Sa më në skulli, hajde. 6. I shkathet Castro. Nuk ka lafe me Castron. Fol. Oh! 6. E bëri qik shu intensive, pra duke sa më bukur emisioni. 6. E letë këtë hapi fundit. 4. 4 prap. 6. I shkathet, po fiton lojën. Oh! Wow, me 8.000 E pikë. mirë. Veni parë më Duni duke gati burra, akrobati më i mirë në të gjithë botën ka ardhur t'ju shpëtoj që të gjithëve sot. Fernando! Ç'kemi, kush je një prezantu një si e ke emrin, sa vjeç je? Unë jam Aqif Shkëlqimi dhe jam 20 vjeç. Aqif, emri i lezetshëm. Aqif Shkëlqimi. Kam ardhur këtu me një mision. Po si e ke tani më fal, se nuk u mor vesh fare këtu. Aqif apo Akif e ke emrin? Akif. Akif. Akif, më fal. Akif. Po, njëra, e ke parë emisionin e Hugos ti Akif? Po, kam ardhur me plot vetdije që unë duhet ta shpëtoj Aqifetën. Atë Hugolinën. Po, duket sa pas ka parë emisionin ky. E kam pa. Duket, po. Shqimi! Zoti Shkëlqim, kujdes Zoti Shkëlqim. Do ta shpëtosh Hugolinën apo jo? Zoti Shkëlqim, të lutem. Do ta shpëtosh më? Ke për ta parë. Më thuaj. Po do hudhim ruletën, Ruleta e Hugos, do bëjmë gati ruletën e Hugos, se e ka të preferuar Olvi këtë. Jo ruletën e fatit, ruletën e Hugos, ja, këtu ky e mban mend, jo ruleta e fatit, po ruleta e Hugos. Në rregull. Atëre, Olvi, shohim një herë të hedhim një ruletën e Hugos. Çuna? Shohim tani për Akifin. Çfarë lloji do luaj tani? Të shohim. Është Hugo me struc. Pra sot nuk e pas kemi fare Hugo ethet e diamantëve. Vetëm Zoti Shkëlqim. Edhe një herë, sa vjeç ishe ti more se nuk e mora vesh moshën tënde? Unë jam 20 vjeç.
20 Jam i smu, jam 20 vjeç. Jam i çik smu, ose nuk më duket zoni shumë tamam. E kuptoj. Që ka 20 vjeç. Olvi, po më shumë kanë ardhur mosha të mëdha more, fëmijë. Në qoftë se dëshironi të bëni pjesë e Hugos, mos harroni, më bëni add në Discord, Hugo Shqip, dhe aty ju mund bëni pjesë e lojës. Alo Hugo, dua të bëhem pjesë e lojës. Deri i pari, po pra, i pari ishte Olvi. Në rregull atëherë. A Kifi e gati për lojën? Prit pak. Olvi, shpjegoja pak lojën. Edhe pse e ka parë puntatën ai, po prap duhet t'ia shpjegoj një lojën atij. 4 është majtas, zoti shkëlqim. 6 është djathtas, zoti shkëlqim. 8 hecën drejt, hecën ai vetëm drejt. Edhe do thosh Harta Hugo! Harta Hugo, edhe Okej, ose do thuash 0 nëse dëshiron. Po, 0, okej. 0 është harta. Po, si të vi ty përmbar. Do dalin ato numrat me shigjeta si te video apo jo? Po, do dalin. Patjetër që do dalin. Se mos nga to. Sa i vëmendshëm që ka ky djalë pas ka parë puntatën më mirë se sa ne që punoj me emisionin. Ja, më shnet. Më shnet, çfarë thuati? Në rregull atëherë. Gati. Luajmë pra lojën Hugo me struc. Ore, nuk ka rëndësi, ti e the prap se prap. Jemi gati të tre ne për të luajtur lojën. Tani, jemi gati të luajmë lojën Hugo me struc me shkëlqimin ose Akifin. Unë jam gati për shpëtim, që me Hugolinën time të lë një takim. Fillojmë lojën. Jepi, thimi. Në një farë mënyre më ka ardhur në majtë hundës ky majmuni mi stres që si shumec. Ndoshta herën tjetër do të shkoj më mirë. Zoti thimi. Luaj. Okej. Father. Hart. Okej, 0. Okej, drejt. Vazhdim drejt. Me numrin 8. Po përdor trurin, po përdor trurin. Fal! 4. Okej, hapëm dhe i herë artën. Vazhdim 4. Vazhdoj me 4 në rregull. Yes. Trying to think. Vetëm Olvo të lutem. 4. I shpejt shkëlqimi. Ma pëlqen. Yes sir, drejt. We keep going. Vazhdon akoma ky. 6. 4. Të lumt. Po tani. Drejt. 6. 4. Yes. Apo herë artën ta shpëtojmë? Me 0. Okej, drejt. Në rregull. Siç thua ti. Jemi në urdhrat e tua. Yes. 6. 4. Tani ky do të vazhdoj vet. Kujdes. 6. 4. Wow, goxha i shkathët, ë? Apo dhe herë artën ta shpëtojmë për siguri? Drejt. Të lumt, kujdes kafkat, sa ato kafkat janë. Asi janë ato kafkat. 4. Yes. Shumë i shkatët që e ke shkëlqim, nuk e prisa këtë aty. Faleminderit. 6, 4. Wow. More thimi si qenë ke more thimi. 4. Wow. Mendova, po tani? Artën. Okej. 6. Në rregull. Good job, sir. Punë vërtet e mirë. Rosh. 6, më fal. 4. Po tani? Të lutem Olvi, kujdes me volumin. 6. 4. 4. Bravo. Super. Po tani? Vazhdojmë përpara. Po knon. 6. 4. Po knon. Vazhdojmë drejt. Të lutem Olvi, kujdes me volumin. 6. 4. 6. Dhe ja pra ku e kaloi dhe shkëlqimi sot. Unë ta di sa më tërë si jam.
Duhet të jemi shumë të qetë, fëmijë. Prej këtej, ne mund të shohim që të gjithë ishullin tropikal ku ndodhet ai. Hugo nuk ka shanse që ta shpëtoj Hugolinën bashkë me fëmijët e tij. Nëse cilën ka 3 vrimat ka një lef të vetën që ndodhet atje. Duhet që të zgjedhësh të durën për ta çliruar Hugolinën dhe fëmijët e tjerë që janë brenda hekurave të trasha. Oh, Hugo, isha shumë e sigurt që ti do t'ja dile mban. Përshëndetje, quhem Abedin edhe jam 24 vjeç. Wow, përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë si u gjeta. Po je gati me shpëtu Hugolinën më? Po gati jam. Na ke ndjekur neve të emisioni? Po, sigurisht. Bravo, e di si luhet loja, po në fillim do edhim ruletën, pasa ta shpjegoj lojën. Po. Atëherë, je gati Abedin që të ndjekësh ruletën? Gati. More me këto probleme teknike që unë kam tani së fundi tash edhe mua më erdhen këto probleme teknike, Holvi. Ti e gjitë si gjitha problemet teknike. Unë jam kështu more, si grip jam unë, qa prej ti? Atëherë, le tani të hapim ruletën e Hugos për Abedinin. Jepi Abedin, erdi koha e ruletës. Qa loje mendon që do të bie? Abedin, përpara se të nisim mirë, çfarë loje mendon se mund të bjerë ty? Hugo me struc apo Hugo ethe të diamantëve? Abedin, na jep një shenjete. Më falni. Abedin. Po ku di unë Hugo me struc, mon. Hajde, Hugo me struc. Të shoj mirë. Dhe do të bjeri Hugo ethe të diamantëve, nuk e gjeti as Abedini. I ke mirë me fatin duket. Jo, nuk qenë ka mirë me ruletën e fatit ai. Qa bot shumë Abedin? Ku kam pas fat unë e herë me ruleta. Ja da shumë tani fatin. Abedin, për ta mësojmë njerë si luhet loja. Po bra, nëse gjithsesi, atëherë, Olvi shpjegoja pak lojën. Tani Abedin loja shumë e thjesht. Ne i flasim Hugos, nuk i shtypim butona laptopi ose te telefoni kur jemi. Ne i themi 4 për majtas, 6 për djathtas, edhe 8 kërcen, apo jo Hugo? Pikërisht ashtu. Kjo është, jo, po 8 nuk kërcenej, 8 do shkoj drejt, mos e harro këtë sepse është më falë, është pesa, më falë, është pesa, e ka gjetur fix, është pesa. Okej. 5 kërcen pra, do të thënë 4 majtas, 6 djathtas, 5 kërcen. Është dakord, është shumë e thjeshtë. E kuptova Abedin, pra mos harro. Pra 4 do shkoj majtas Hugo, 6 do shkoj djathtas dhe 5 pastaj do fluturoj. Po. Thjesht ja them këtë, mos harro, me z gjithmonë. Ne i flasim, edhe do i flasësh Hugos i çik më shpejt e zakonisht. Do thënë ti e shef ato për Binçin, direkt i flet Hugo, se Hugo nuk dëgjon shumë mirë, do t'ia thush çik më shpejt, dakor? Kemi probleme me antenat tona çka. Antenat e Hugos janë të thyera. Do t'ia rregullojmë. Gati Abedin për lojën. Po, gati. Atëherë rregulloj antenat atëherë. Do t'i rregullojmë për antenat, patjetër. Atëherë, luajmë Hugo me ethet e diamantëve me Abedinin. Nisim. Këto diamantet e zeza më japin një fuqi të pa imagjinueshme. Të gjithë fuqinë e tyre më japin vetëm mua. Më nevojitet më shumë fuqi. Më nevojitet akoma dhe më shumë. Merri të gjitha diamantet e Hugos dhe ndaloji atë nga ai ishu. Nuk dua ta shoh më atë krijesë në këtë vend. Hey Hugo! Vendi është i mbushur me shumë ushtarë të ndryshëm, nga i keqi dhe i vetmi me emrin Don Kroko. Ata i kanë marrë që të gjitha diamantet dhe fuqitë e lashta të ishullit, dhe ata po bëjnë dëme. Dhe ndoshta mund t'i lirosh ato krijesat e vogla nga sundimi i atij. Dhe gjithashtu, pasi të shpëtosh ata, mund të na ndihmojnë në misionet e tjera që ne do të marrim përsipër. Më pas do të shkojmë tek vulkani. Ti duhet të veprosh sa më shpejt që të jetë mundur, të lutem. Mirë Fernando, dhe mendoj që ti mund të më ndihmosh.
Përshëndetje! Është në njëri aty? Nisim Gati, lojën! Abedin. Ha pra Abedin. Lëviz. Te 6. Bravo. Shpejt. Auç! O baba, ç'ma gjeti mua o zot? Hey! Nuk ma duke shumë i fokusuar. U t'jesh pak më shpejt. Shpejt. Pesën! Abedin. Princess, pas kom internet. Pesa. Hugo, mos hezito, Majta. më një herë këtu tek unë, do të bësh sa më të fare miku i. Auç! Shpejt. 6. O baba! Au! Ju! Nuk ka gjë që nuk ja dole këtë herë, por të lutem bëj kujdes se mu bë prapanisa pet. E kap me të ngesme. E ka me të ngecme Hugo, kështu që do të flasësh shumë shpejt Hugo. Kujdes gurat, fol. Fol Abedin. U bëra si ato petat e brekut që bën gjysha ime në Sarand. Mend për herën tjetër, mos harro të më shkruash një letër. Hey Hugo, vendi është i mbushur me shumë ushtarë të ndryshëm, nga i keqi dhe i vetmi me emrin Don Kroko. Ata i kanë marrë që të gjitha diamantet dhe fuqitë e lashta të ishullit, dhe ata po bëjnë dëme. Dhe ndoshta mund t'i lirosh ato krijesat e vogla nga sundimi i atij. Dhe gjithashtu, pasi ti shpëtosh ata, mund të na ndihmojnë në misionet e tjera që ne do të marrim përsipër. Më pas do të shkojmë tek vulkani. Ti duhet të veprosh sa më shpejt që ti të mundur, të lutem. Mirë Fernando, dhe mendoj që ti mund të më ndihmosh. Përshëndetje! Është në njëri aty? Erdhi koha Abedin. 4. Epi. Si ka... Shpejt lëviz. Nuk e dje që po të hash ka shumë gërhet si derkuc. Nuk ma duke shumë i fokusuar. Fol tani. 4. Jo! S'ka gjë se ndihmova një çik. Pesa. Prap. Pesa. Hugo, mos hezito, po ka më një herë këtu tek unë, do të bësh sa më të fare miku i. Auç! O baba! Au! Ju! Nuk ka gjë që nuk ja dole këtë herë, por të lutem bëj kujdes se mu bë prapanisa pet. Ta shohim tani Abedin këtu, duhet bësh kujdes. Jepi Abedin. 4. Shpejt, jo, shpejt. 6. Ma shpejt! 6. Lëviz prap. 4. Tani ke pesat Abedin. Vetëm kërcim Abedin. Pesa. Prap. Pesa. Bravo Abedin. Kërce Abedin prap. Mos Abedin! Auç! Ua! Një vjetër po nxjerr tym përsëri. Nëse do të shpëtosh Hugolinën dhe fëmijët, duhet të nxitosh. Himbi strucin dhe gjej rrugën e dur. Vetëm bëj kujdes me pengesa si strucat, luanët dhe shkëmbit në ishull. Unë jam gati për shpëtim, që me Hugolinën time të lë një takim. Nisim Giulio! Okej, vazhdo. Po tani, Hap hartën. shumë i përgatitur Giulio. Drejt, mbyll hartën dhe shko vetëm drejt, me tetën. Talon Vetëm. Great. Okej, 6. 4. Bravo. Po tani, Drejt. Prit. pra me numrin Drejt, 8 drejt, Giulio. Ishte 6. Super. Yes. Hap hartën, të shohim një ku jemi. Jemi Ec vetëm drejt. Ec. Okej. Giulio po merr rrugën për durrës. Shumë mirë. Dorës, bro. Po lëri live ato Giulio. Okej, ktheu. Okej, super. Shndro. Po 6, 4. Se do na marrin mbathjet pasaj Hap luajmë. hartën. Hap hartën. Okej. Hatet e Hugos. Vetëm drejt. Okej, vazhdo drejt. Para. 6. 4. 6.
hap edhe një hartën për siguri ta di. Vetëm drejt, vetëm drejt. Jepi. Ja ku po shkojmë. Ke 4, 6, 4, 6, 4. Bravo. Drejt, 8, vazhdo. Okej. 6, 4. Ajo 8 mua do më dalin në ëndër, sikur ta thot prap 8. Hapë dhe herë 8-ën, më fal ato. 8-ën. 6. 4. Edhe unë jam ende këtu, përshëndetje! Ndoshta herën tjetër do të shkoj më mirë. U doqe. Okej. Drejt marrë Giulio. Oh, po drejt, vazhdo drejt. Na ka ndodhur mirë kjo. Okej, 6, 4. 6. Hapë dhe një hartë. 0. Hez drejt. Në rregull. Hez drejt. Okej, 4. 4. Bravo. Tash, merr kthesën, vlla. Merr kthesën. Okej, 6. 4. Bravo. Hap hart. Nuk ka harta. Po s'ka hart. Jemi 4. 4. 6. Po tani nuk ka harta. S'ka hart më? Jo. Ka hart, hiku hart. Haroj mapi. 8, bro, 8. Okej. 4, 6, 4. Duke se këtu. Tani po shkojmë të vim. Më mirë them 4 them. Ashtu them. 4, bro, jemi 4. Unë nuk e di fare, kam hum. Edhe unë kam humbur fare. 6, 4. 6. Ka ndodhur mirë kjo. Jo pra, 8. Na bëj 8. Ez drejt. Diçi stik. Kemi hartën. 4, 6, 4. Bravo. O plak, nuk e kemi fare hartën. Na morë karigi. Ez drejt. Edhe struci po lodhet madje. 6, 4. Nuk na ka ndodhur kur kjo gjë. Ku të shkojmë? Marrë karigimi hartë. Drejt. Kështu ka thënë një burris zhut. Drejt. 6, 4. Mo duke se ndoshta Hajt, fullja pra. Themun. Unë se di po duke se të vdesim. Okej. Drejta sa rrugë jemi gjithë këtë shumtit. Ke morë shumë diamantet do. Jem Po rregull. pra. Ua, 9 pikë. Ska leze. Po fitove jam 6, 4. Ço po ndo. Tani po kthehet vit dhe nuk po e marrin vesh fare, ë? Na ka dalur loja komplet nga situata. Po e dim nga ajo që kanë po bërë gjithë ato diamante diku 10.200 diamante. 4. Po ta bëju një nder ta shkojmë mirë keteta se nuk i dihet. 6, 4. Struci po na ndo. ka lënë shënden. Ço po ndo. Truzi për drejt. Po 6, 4. Po, çfarë po ndodh? Është pa mundur, Jemi të më këtë ndodhur kur. Jemi të më 6. 4. Vota s'është drejt me ty. Mos struci. 6, 4. Kemi lotruar nuk e di të struci është lodhur. Jemi screwed. Shit. 4. Okej, ma e 4. Ka jemi të shku, jemi unë. Nuk po e marrë vesh fare. Ska hard. 6, 4. 6. O jo, jemi të mbaruar. Inshallah më ino. 6, 4. Do të bësh trupin. 4. 4. Jemi, më duket e kemi të humbur këtë lojë fatkeqësisht. 6, 4. 4. Më duket se kemi shkuar në pikën fillestare, ju betohem, mu më duket vendi Nuk njëjtë e në di. mapë. 6, 4. Për fat të mirë, Luanis do të më merrte mbathjet e mia të bukura. Hajde shpejt! Ky është tashmë shansi ynë i fundit për të shpëtuar Hugolinën dhe fëmijët e mi. Po jemi në pikën fillestare, Giulio. 4.
Në një farë mënyre më ka ardhur në majtë hundës ky majmuni mi stres që si shumec. Tani jemi për bukuri, sepse ne ndodhemi në një rrugë pa krye. Kjo ishte mundësia e fundit. Ndodhi gjithë ky aksident kështu, ha? Humbëm rrugën, humbëm hartën, struci që po jep të shpirt aty i shkreti. Për fat keq Hugo, më duket se unë kisha probleme me memorien, jo me antenat kësaj radhe. Sa radhe nuk ka problem, as antenat e mia, as memoria ime, gjitha ishte yti more. Hugo, shiko anën pozitive. Të paktën jemi bërë të pasur dhe do paguaj njerëz specialista që të ta shpëtojnë Ugolin. Po, e kanë shpëtuar njerëzit para teje, specialista janë treguar para teje, mëre Giulio po nese. Olvi, t'ja tregojmë njerëzit sa pika mbledhur Giulio. Hajde shohim pikët. Ai shohim mirë, shohim. Shohim tani pikët e Giulios, ti bëj pagati këto unë. Shohim pikët. Hajde shohim pikët. Atëherë, Giulio 23 vjeç ka mbledhur 15.000 plus diamante, lojtari me numër 2. Është lojtari me numër 2 sepse nuk ka fituar lojën. Pra, ai që nuk fiton lojën, por mbledh më shumë diamante se tjerët, del lojtari numër 2. Çapo ndodh? Çapo ndodh? Kam ikën futjet e mia. Ti je në vend, ti do jesh në vend parë për mbledhjen e diamanteve pleku. S'ta kalo asnjë, ti je i sigurt. Dano, 4 majtas, 6 djathtas, 5 kërcen. Më thjesht se kaq nuk bëhet. 4 djathtas, 6 majtas. 4 majtas, 6 djathtas. 4 majtas, në rregull. Dhe mos haro, gjithmonë do më flasësh me zë, se kështu të gjej më mirë ty, se sot kam pastruar edhe veshët, të gjej më mirë ty. Për ty i kam larë veshët. Po rrosh bosi. Kështu që mos haro do flasësh me zë, do thuash 4, unë do kthehem majtas. Do thuash 6, unë do kthehem djathtas. Do thuash 5, unë do fluturoj. Se për ty i kam larë veshët Dani, kështu që duhet ta fitosh lojën. Do të bësh gati, ka bësh mirën. Atëherë. Jepi Olvi, na nderoj. Në rregull atë. Jo do ish ti që do na nderosh, jo Olvi, se Olvi vetëm do shikoj aty, do komentoj, do bërtasë më të madhe. Po znik pra. Marrim sa pika aty te fantazia e Hugos. Bravo, ja, këtu foli siç duhet Dani që e ka i përgatitur, nuk kam çfarë them, është legjendar fare. Atëherë, fillojmë lojën Hugo ethet e diamante me Danin. Le t'ja nisim. Këto diamantet e zeza më japin një fuqi të pa imagjinueshme. Të gjithë fuqinë e tyre më japin vetëm mua. Më nevojitet më shumë fuqi, më nevojitet akoma dhe më shumë. Merri të gjitha diamantet e Hugos dhe ndaloi atë nga ai ishu. Nuk dua ta shoh më atë krijesë në këtë vend. Hey Hugo! Vendi është i mbushur me shumë ushtarë të ndryshëm, nga i keqi dhe i vetmi me emrin Don Kroko. Ata i kanë marrë që të gjitha diamantet dhe fuqitë e lashta të ishullit, dhe ata po bëjnë dëme. Dhe ndoshta mund t'i lirosh ato krijesat e vogla nga sundimi i atij. Dhe gjithashtu, pasi ti shpëtosh ata, mund të na ndihmojnë në misionet e tjera që ne do të marrim përsipër. Më pas do të shkojmë tek vulkani. Ti duhet të veprosh sa më shpejt që të jetë e mundur, të lutem. Mirë Fernando, dhe mendoj që ti mund të më ndihmosh. Përshëndetje, është ndonjëri aty? Sa i dhe kam këtë shtrigën me ti, gjasta. Ka që natë pas ke shtrigën ti, po ta shojmë dhe sa i natë ta ke shtrigën, ta fitosh i lojën. Katër. Oba. Gjast. Katër. Bum. Hajde Olvo. 5. Hajde Dano, hajde. 5. Hugo, mos hezito, po kapu me një herë do të bësh Allah të fare mikuj. Shpejt të dhja. Gjast. Oba, bum. Të lumt. Shumë i shkathët, Dani. Shpejt. Hajde. Katër. Bravo. Gjast. Bravo. Katër. Okej, jam rregull. Fix. E po na predikt pra, më kupto. Dera. Gjast. Kujdes, e ke ca pesa këtu. Jam këtë. Oba, pesa prap. Nuk kam dëshirë që të më haj piranja byçën time. 5. Kujdes Don Qa kjo Krokodili. piranja këtu më ty? 5. 5 prap. Hugo, mos hezito, po kapu me Katër. do të bësh Allah të fare mikuj. Gjast Hugo. Të lumt. E morëm duhet. Jepi Dano. Po Dani që ka i shkathet, more. Katër. Opa! O rrim këtu herë, s'po i morëm ato diamante, s'ka gjë. S'ka gjë Dani, mjafton ta ndihmosh Hugolinën. Gjast, shpejt Hugo.
Opa, 6 prap Hugo. Patjetër, në urdhrat e tua vetëm ta fitosh lojën. 4. Hap veshët, 4 prap. I pastrova veshët, Olvi, më jep një nga ato pastruesit e veshëve. 6. Olvi pastruesi, 4. Opa, dhe Jaku e fiton Dani me 7750 pikë. Bëuni gati burra, akrobati më i mirë në të gjithë botën ka ardhur t'ju shpëtoj që të gjithëve sot. Hajde, Fernando! Përshëndetje, mirë se erdhëm përsëri të shpëtojmë Hugolinën. O Drion, po çat gjosh kështu më si Po në bi radio. shia ne nga ty mu. Po bi ka shia ne nga ty mu, Driono. Po pra, po bie shia ne nga ty Drion. Ju modi keq. Çuna o çuna ju këtej që jeni ke emisioni, kush po shkruaj në WhatsApp tani këto momente, se gjoj një sound WhatsApp jon këtu. Që ka mu fajtorin duket. Nuk e di kush nuk e pas ka mendje ke emisioni me shumë gjaza, po më duket se Olvier ka mendje se është prezantuesi, po më duket se është ai Drioni aty. Ai Drion fajtori. Është futur Olvi në shpell. Qa shpella more, Olvi është aty kështë pja vet me ato, me atë televizorin aty do me thënë, ai po i shion atë emisionin e ti me kamerën e ti që ka për para. Bleu dhe kamerën e re madje, do me thënë, pasagjerisht për Hugon, është duke folur këtu për qef, shpjegon, bërtet, ullëret, edhe të prezanton ty pas e Drion që ti nuk e ke mendjen. E aty të bishiu. Të bishiu. Ta bie shiu kështu. Në rregull atëherë. Drion, po çfarë na thua një herë? Ke parë puntatën që luajtë herën e fundit me Hugon? Po, e kam parë. I kam ndjekur të gjitha episodet. Je i mërzitur që të humbe herën e kaluar. Je i mërzitur që humbe herën e kaluar. Jam shumë mërzitur, po kësaj herë do shpëtojmë Hugolinën. Jo, po sa shpëtove kësa herë, do të fusim dhe ty të burgu shtrigës, se e meriton. Po, do shpëtojmë sot Hugolinën dhe do e mundim krokodilin bashkë me shtrigën. Po pra, vetëm mos harro Drion, se ti do luash Hugo me struc, atë Hugo ethet e diamantëve, luajti Abedini, ai që ishte në pjesën e parë të puntatës së 9 i bie kjo. Kështu që Drion mos harro. 4 majtas, 6 djathtas, 8 është drejt, po 8 është drejt dhe 0-ja është harta, mos harro. S'ka nevoj Drioni për këto, Drioni i di shumë mirë këto, i di për men, s'ka nevoj fare. Drioni është inteligjent për shkafët dhe mos harro gjithashtu Drion, Hugos i flitet, kam pastruar veshët shumë mirë kësaj radhe. Për titi. Në rregull. Hugo! Edhe do t'i gjuaj. Je gati Drion të luash Hugo me struc? Gati. Po ti Olvi, je gati ta shuash lojën e Drionit? Gati kam lindur. Shumë mirë atëherë. Unë jam gati të Drionin të toj. Në rregull atëherë. Olvi është gati, Drioni është gati që është me kryesor, edhe unë po ashtu jam gati, kështu që luajmë Hugo me struc me Drionin. Tjetër po nxjerr tym përsëri. Nëse do të shpëtosh Hugolinën dhe fëmijët, duhet të nxitosh. Himbi strucin dhe gjej rrugën e dur. Vetëm bëj kujdes me pengesa si strucat, luanët dhe shkëmbit në ishull. Unë jam gati për shpëtim, që me Hugolinën time të lë një takim. Fillojmë lojën. 6 4 Bravo. Shpejt Drioni, po tani Drion. Harta. Ku do shkoj Drion? 4 Po lëre, di vetë djali. Okej. Ne hecim para. 0 Përpara. Drejt. 8 Okej, mirë. Yes. Drioni nuk po luan as majtas as djathtas, është në rregull Drioni deri tani. Super, nuk ka më mirë. 4 jo. Në një farë mënyre më ka ardhur në majtë hundës ky majmuni mistres që si shumec. Ndoshta herën tjetër do të shkoj më mirë. Syri i keq. Hugo ti je syri i keq. Syri i keq është Hugolina, ajo është triga more. 4 0 Okej, 6 Në rregull. Tam, ecim përpara. 6 4 Harta
Katra. Sa mos po na shkon pikën fillestare si Giulio more. Që na solli po prap në fillim të mapës, të hartës më saktë. 6, 4. Ke shpëtuar për pak Drion. 6, 4. Po tani? Harta. 8. Vetëm drejt, vetëm. Në komandën tënde zotri. Vetëm drejt. 6, 4. Bravo. Si ikën struci more, fluturon kështu në ajër. 6, 4. I punojmë frena strucit. Po qa thua, struci vetëm ecën përpara. 6, 4. Harta. Ka hart. Okej, 6. Marrë hartë tash, s'ka më hartë. Kështu duhet ta mbani mirë mend rrugën se 6, 4. Ku të ndihmova vetë Drion. As këtu nuk ka hart. Okej. Do të mendojmë. Po derisa të mendohesh ti. Marrë kohë. 6, 4. Sa i butë që ka ky shkëmbi i fort. Hajde shpejt! Ky është tashmë shansi i fundit për të shpëtuar Hugolinën dhe fëmijët e mi. Okej. A dhe jetë, okej, vetëm drejt. Drion? Vetëm drejt. Vetëm drejt. 4, 6, 4. Vetëm drejt. Përpara. Më shpejt Drion. 6, 4. 6, 4. Yes! 8. Gjasht! 4! 6! Shpëtoj! Duhet të jemi shumë të qetë, fëmi. Prej këtej, ne mund të shohim që të gjithë ishullin tropikal ku ndodhet ai. Hugo nuk ka shanse që ta shpëtoj Hugolinën bashkë me fëmijët e tij. Nëse cilën nga tre vrimat ka një lef të veten që ndodhet atje, duhet që të zgjedhësh të durën për ta çliruar Hugolinën dhe fëmijët e tjerë që janë breta hekurave të trasha. Oh, Hugo, isha shumë e sigur që ti do t'ja dile mban. Hugo, jem e snesh. Një moment. Hugo ka vdekur. Ka rënë në umner. Zgjojeni Hugon. Jo, këtu jam unë, mos e vrik mendjen ti. Ka rënë në pus. Moj Hugo, moj motër. Është Hugolina motra, supozoj ti të motra jote, po nise. Motra. Supozoj ti jam vllai. Po, sepse Olvi do të kuptosh diçka. Hugo është vllai im dhe Hugolina apo si bie? Po qa thua mërë, qa thua bëlla se nuk shkoj për që rap. U bë për që rap. Si bje, Hugoja shkunati im, po, kështu i bje. Mos Hugo, e kam si vëlla. Atëherë, supozoj nëse Hugolina do ishte motra jote, atëherë supozoj që unë do të isha kunati jot, apo jo? Po pra, ti e kunati im, por të shoh si vëlla, e kupton? Po pra, e kuptoj unë. Sa me fat që je. Sa me fat që je, Hugo. Je shumë me fat, ti je vëlla me Drion trollin e madh. Po pra, normale. O Drion, po, ç'ne ka shi përgatitur ti, po dogjin aty herë, po prapë se prapë, ja dole shumë mirë. Jemi stërvitur shumë. Je bërë gati ti, më gati se kur, ha? Më gati se kur do. Drioni është ai që fiton. Është ai që nuk humbet dhe nuk gabon. Ne e shpëtuam Hugolinën dhe unë e thash shëfitin që sot Hugolina vlla është e marru me ai muhabet, ta kupton? Ka marru vllai, ka marru Drioni, prandaj se mos ta firmoste kontratën, nuk do na kishte shpëtuar Hugolinën. Ka firmos me dokumenta.
Me vullë Me lart. dokumenta. Drion fituesi. Drion. Drion. O Drion, je këtu me stesh. Po, ju dëgjoj. A u knoqe Driono me Hugon dhe Hugolinën sot dhe me kalamojt e Hugos? Ato Po. Me kolopuçat e vegjël. Po. Ma do kolopuçat. Hangër peshk të plazhi, po. U knoqet mbi struc, bone i zero. E bëm i zero. Po di zero me strucin, bravo. E bëm i zero. E bëri xhiro me strucin ai, bëri xhiro edhe me ato strucat e tjerë, domethënë bëri xhiro edhe me shkëmbë. Me familjen e strucit. Po mirë pra, Po si ngjer si Po ka ngelur, mo ne kemi harruar diçka, Olvi, çka kemi harruar neve? pikë, vetëm ato më mbën. Bravo, pikët! Ja, do shohim pikët e Drionit. Ne duke u marrë me llafe, ne harrojmë që Drioni ka, domethënë ka mbledhur gjithë ato pikë i shkreti. I ka futur I festë. bot pasur, i bot Ti pasur. bëni Kena dërë. çikati unë këto, unë kena këto, dërë lek. pikët e Drionit, unë Randon. Shimi, Dubi Burgan. shimia. La. La. Ha! Më shumë. La. Më bukur se la. Ha! Ha! La. Hihiha. Hugo, do më kopju. Do më kopju po ta dalin dot. Po nuk të kopjojnë dot më Olvi se je unik ti. Olve i pas vëndfushëm plak, prandaj. Faleminderit shumë Drion, faleminderit shumë. Çfarë I pas vend. Tani çuna, ju hapet skrini. Po. Hapet. Po i shohim rezultatet. Atër Drioni është 15 vjeç, ka mbledhur 6800 diamante dhe është lojtari me numër 1, sepse edhe ka fituar dhe ka mbledhur më shumë diamante nga të gjithë. Po si ja ule moshën Drionit? A tha 18 më? Pa nuk e mbaj më tani, ne kemi harruar pak sa moshën Ti e nga Drionit. moshën Drionit time, Po pas ke gjen Turp Hugo. Turp. Shin piga aroma peshkin ndenjur ti Hugo. Po. Tani Çfarë kemi filluar Olvi tani që edhe memoria mos na funksionoj më. Ti ke mordhi fare burr. Ke marru pun. Vetëm unë mërdhik në mes të xhunglit që është vap. Ti ke marru pun plako. Ty janë më fut vetë të bukur shtrikës është. I rri aty bëj ca pushime plako. Ja, mua nuk më ka dot Rriqet, shtrikat, do unë jam i po. shpejt, unë kam ato këmbët e mia si ke shkollë inclusive. Shfaqe veten. Shfaqe vidin, Shfaqe veten. Nxirri ato si. Si ka lut? Përshëndetje lojtari radhës, na thuaj emrin, moshën. Un jam Ardit Shaqiri, jam 16 vjeç. Ardit po, Sa vjet ke parë- Mardi? Sa e tha sa vjeç ishte? E 16. thashun, Po m'ka bor shurdh Hugo më. Ka bor shurdh ky Hugo më. Po çat Ti është të Ardit. rrish me mua është e vështirë, është sfidë më vetë Olvi. Kam drejtën. Unë jam kam fillu më bo dhe unë troll me ty. Po Ardit na ke pani një çike, Na ke pani një çik si është lojë. une, vetëm juve ju shofër. Çfarë thotin? A mirë, ti zgjohesh me neve më duket në foton time dhe të Hugo Smith aty me kokën e njëri tjetrit. Po pra. Je ke- Jo, ja, aq keq, po. Aty afër. Aty Shumë afër, bukur. e Ka më sheh. bukur se kaq. Je i ndëruar se jetë episodi jon finale, a kupton? Po normal jam final bossin. Kjo duhet për çdo emision. A shikon sa i shkathet që nga ky more. Normale, mos marr lojtar do si don, a diti? E shef ti ç'a bua Arditi. Po e qa duash ti, po Drioni me Abedinin ndje fituan lojën. Unë dhe ato, mas e humën herën e parë. Po, është e vërtet, e humbën. Vjen keq të ti. Më vjen lojtarët e mi nuk humbin herën e parë, vetëm fitojnë. Zoti Ardit, qa loja menon që do të bie, Ne jep një kështu. Kemi dy variante lorash, Hugo ethet e diamantëve dhe Hugo me struc. Kush mendon se do të Jo, bie jo. një nga këto dyja? Jo, ty me ngjyra. Aja me ngjyra. kuqja. Ah, Aja bravo. kuqja, besoj. Kur është e kuqja? Nuk e di kush është e kuqja, po kam mësuar që gjithmonë të zgjedhësh të kuqen. Rotullon. Rrotulla e fatit. Rotullon. E kuqja që ka Hugo ethet e diamantëve sot, ndërsa bluja që ka Hugo me struc. Por nuk ka gjë. Ai dëshironte Hugo me struc, kështu i bie, apo jo? Jo, ethet e diamantëve do të kuqen. Në rregull atë. A Po thotë ta kuqja, të në dali rregull. ose kena problem. Atëherë le tani ti bëjmë spin, ta rrotullojmë. Dhe është Hugo ethet e diamantëve. Kuqja! Ç'zgjo. E gjeti. Po që kemë fati më. Po, Po ta di ti. Duhet marrësh me vetën kazino.
Qike super fati këtu më, do të zinë gjithmonë. Ura me strucëre! What çandor? Jo. Hugo e the të diamante. Angelja vetme për ne. Okej, fair enough. Unë mendova, po ti pas ke mega fat. Unë do të të marrë gjithmonë ty me vete ku do që shkoj. Ky ka goditur fix tani, Olvi gjiti dhe i shok të ri tani. Po pra, ti do ish gjithkohë dorë për dore me mua. Jo, hajde më mirë në xhungël se ka edhe fruta tropikale. Jo dorë me dore, jam dorë me dore, s'më qeshtë. S'pëlqeshtë? Në rregull, gjithsesi, çuna. Atëherë, Olvi do ja shpjegosh pak lojën? S'ka nevojë për shpjegim, po unë prap ja shpjegoj. Kështu thua ti për gjithë ujtarët, po thuaj një shpjegoja. 4 majtas do i bërtasim Hugos. 4 majtas, 6 djathtas, 5 kërcen. Më thjesht se kaq nuk bëhet. Më thjesht se kaq nuk bëhet, si thot gjithmonë Olvi. Tu s'ket 8, tu ke vetëm 5 kërcen. 4 majtas, 6 djathtas. Më thjesht se kaq prap nuk bëhet. Nuk bëhet. Që bëu gati. Atëherë gati. Po, në rregull, po me këto lapsuset e mia. Atëherë Ardit, je gati për lojën? Ndoshta. Zoti Shalqi, je gati? Nuk e prisa këtë. Po. Në rregull atëherë. Luajmë lojën Hugo ethet e diamantëve me Arditin. Ardit, bëu gati. Erdhi koha jote të shkëlqesh me Shalqin në dorë. Këto diamantet e zeza më japin një fuqi të pa imagjinueshme. Të gjithë fuqinë e tyre më japin vetëm mua. Më nevojitet më shumë fuqi. Më nevojitet akoma dhe më shumë. Merri të gjitha diamantet e Hugos dhe ndaloji atë nga ai ishu. Nuk dua ta shoh më atë krijesë në këtë vend. Hey Hugo! Vendi është i mbushur me shumë ushtarë të ndryshëm, nga i keqi dhe i vetmi me emrin Don Kroko. Ata i kanë marrë që të gjitha diamantet dhe fuqitë e lashta të ishullit, dhe ata po bëjnë dëme. Dhe ndoshta mund t'i lirosh ato krijesat e vogla nga sundimi i atij. Dhe gjithashtu, pasi ti shpëtosh ata, mund të na ndihmojnë në misionet e tjera që ne do të marrim përsipër. Më pas do të shkojmë tek vulkani. Ti duhet të veprosh sa më shpejt që të jetë e mundur, të lutem. Mirë Fernando, dhe mendoj që ti mund të më ndihmosh. Përshëndetje, është ndonjëri aty? Fillo Ardit. 6. Okej. Shpejt. 4. Jo, 6. Nuk e dje që po të hashka shumë gërhet si dërkuc. Nuk më duke shumë i fokusuar. Ja, shpejt. 5. Hugo, mos hezito, po kapu më njëherë këtu tek unë, do ta bësh Allah fare mikuj. Ai djathta. 6. Bravo. Kujdes. Hajde. 4. Prap. 4. Ato bësh kujdes tani. 6. Talum, deri tani jemi në hapat e dura. Hopsa. 5. Bravo. Po tani? 5. Hugo, mos hezito, po kapu më njëherë këtu tek unë, do të bësh Allah fare mikuj. Kujdes. Rishjet. Mos ta bëj me zemër tani Ardit, se kemi besim tek ty. 4. 4. Ouç, u shty po bëra si pite pas semite. Nuk ka gjë që nuk ja dole këtë herë, por të lutem bëj kujdes se mu bë prapanica pet. Po jemi më. Jemi në rregull. 4. 4. Kujdes. 4. 5. Bëuni gati burra, akrobati më i mirë në të gjithë botën ka ardhur t'ju shpëtoj që të gjithëve sot. Wow!
Hajde! Fernando! Të lumë të ardi, të lumë të fitove dhe ti lojën, shpëtove dhe Hugolinën madje. Emër zoti Ardit, zoti fitus. Po Gjëra që ndodhin. që i fitues more, po vetëm bëj çik kujdesur se pe çfarë ndodhi me ato kafkat, më shtypën më plasën kafkat e mia. Po si ka mundësi e bur, ta shpjegon Robi, rini shef episodet, mjes drek dark, ta shpjegon Robi që gjashta Mos e ndoshta kishte emocione, nuk e pe ç'a thoshte në vend të gjashës thoshte 5, kishte Ma ka emocione. shpjeguar mirë, s'ma ka shpjeguar mirë. Për herë të parë Olvi pas ka probleme me shpjegimin. Për herë të parë po ankohen për Olvi. Ale, si gjithmonë, Robi që humja ve fajin tjetrit, më shumë Ku shumbi e, ku shumbi. Nuk humbi, është fitues Olvi. E di çfarë sa ma kishte vën fajin ky djali këtu, ky Arditi, po të kishte humbur. Jo po shpjegimi jot si ishte i mirë, jo po ti të the kshu, jo po ti Po nuk ndoshta do ta kishte probleme me mua, pastaj do thoshe që Hugo nuk dëgjon. I ka antena të pishme do thoja. Po pra, është si çdo lojtar. Na pra. Gjithë ty ta vën fajin. Na thon drejtën ti e fajtor me. Po të pyes ty një herë, ke dëshirë të shohësh një herë pikat, të shohë një herë rezultatet? Po normalo, duhet i shohim, s'kemi çfarë me bot tjetër. Në rregull atëherë. Olvi, le të shohim një herë bashkarisht të gjitha këto rezultatet e Arditit. Unë harrova sa vjet ishte Arditi, po s'ka gjë. Ja shohim këtu. Mosha jote ishte. Atëherë, Ardit Shaqiri, 16 vjeç, 135 diamante dhe lojtari me numër 4. Atëherë 135 diamante janë shumë në Hugot ethet e diamantëve, sepse është bërë loja pak më ndryshe. Ke parë komentet Olvi në YouTube? Ke parë komentet? Unë s'kam pas koment, do mi tregosh ti çik komentet si tuti. Po ja pra do vazhdoj unë me komentin e parë. A je gati që të lexoj komentin e parë unë? Ja, pres, unë për këto jetoj, a kupto? Po normale, pra normale. Do lexojmë tash komentin e parë. Komenti i parë vjen nga Syla 22 Syla. Pse nuk përkthen Sofian princesh Sofia? Na ka ardhur nga një post në Alptuns. Duan që ne të sjellim në shqip një serial me emrin Sofia. Po si mendon Olvi t'ja bëjmë si kërkesë në studios? Pse jo, pse mos e bëjmë gjithëre? Mjaftoni ta doni juve, ne i bëjmë gjithë. Pra. Vetëm dëshirë kemi. Vetëm dëshirë. Ja, do të shohim ne tash sepse tani ju e dini domethënë çdo gjë është me radhë, çdo gjë është me ngadalë, kështu që do t'i shohim edhe do t'i themi studios. Po, ne kemi planin ton, po qofse juve doni shumë një gjë, ne e plotësojmë, dakor? Normale pra, kështu që Olvi, po shikoj një herë këtë komentin tjetër, çka do të thonë. Lexoje kështu me emër, me ke parasysh siç e bëra unë. Po, normale. Tash komenti tjetër, kjo nga YouTube-i më duket. Mua është Tan Mezja 8407 ose 8407. Shumë punë e mirë, bravo çuna. Rofstano. Faleminderit Tan Mezja që na ke suportuar. Jemi të vërtet njëri shumë i mirë. Je papam, Rofstano. Na shkruaj më shumë komente buk, shumë komente është buka du më shohim edhe ne. Po kështu duam edhe ne pra. Tani kemi koment tjetër Olvi. E ti radhën tash? Po tani e kam marrë radhën, prit, nuk kanë mbaruar komentet. Kemi disa komente të bukura. Tani, komenti tjetër vjen nga Daniel Kolila, thot presim part 2-shin. E ka bërë para 3 javësh. Daniel, qose nuk na ke ndjekur, kemi hedhur jo part 2-shin, po jemi ke puntata e 10, Daniel. Jemi ke puntata e 10, Danielo, du trishte neve. Ta hajp tunë se du trishte na shofësh çdo ditë, dhe ato notification, ato zilën që dridhet, që t'na thot, Olvi hajp tunë si video, shife, që ta shofësh, dakor, se ne jemi këtu. Ti si me ne? Po pra, ne jemi këtu, kështu që duhet të na ndjekësh deri në fund. Tani Olvi, çfarë do analizosh një gjë tjetër ti? Tani koment nga Smart Guy Yo Z6Y. Gallat fare kjo puntata. Shumë dakord jam, çdo puntata është gallat. Çdo puntate, po ne nuk na mbarojnë të qeshurat, të bërtiturat, gëzimet, hidhërime, nuk kemi fare këtu në emisionin, vetëm kënaqemi me njëri tjetrin. Vetëm gallata. E vetëm hidhërime që i humb Ugolina ati Hugos, ati gjotë. Po pra, po hidhërime është për mua se Olvi fillon qesh aty bashkë me ato lojtarët e tjerë. Unë aq du. Do të humbi gruaja prapë. prapë. Normale, po se ti qesh aty, ke parasysh ti mezi presësh të gjesh lojtarë kështu. Unë të njoh ty shumë mirë me Olvi. Lexoje komentet të shohim çfarë bën. Po pra ja tani, shikoj çfarë thot njëri. Taiko G
dua të marrë dhe unë pjesë ke kjo loja. O ta iko, po shkarkoje Discordin ti, ta kisha shkarkuar Discordin. Patjetër më kur tush ti më. Telefon Hugo, Hugo! Dua të luaj me ty edhe. Mojmë neve, flasim bashkë edhe futemi te loja. Fitojmë. Fiks pra, ke Olvin, ke Hugon, ke të gjithë more që mund të futesh aty, po gjithsesi në sezonin e dytë nëse do të bëhet, sigurisht që mund të marrësh pjesë. Olvi, do na lexosh pa komentin e fundit të re? S'pa ke çupa, po pres për ty. Po prit pra se sateliti po vonon pak. Fare komenti prestigjioz. Dini Dark 6448 Hugo Boss. Edhe qesh madje, pas ka dhe kështu emoji me të qeshura. Çike bëllë parfum më Hugo. Po jam bërë parfum, unë jam bërë marrë parfumi se më vjeta. E tani mua më vjen ere mirë se kam pastruar edhe veshët unë tani, kam filluar të mbaj një qikun se më ndjekej mua njerëzit. Erdhi gruaja, tashi do marrësh ti. Normale pra tani ma shpëtuan gruan. Pra Olvi, këto ishin komentet. Ne ti falenderojmë një herë ndjekësit që na kanë ndjekur deri në fund, deri në puntatën e 10. Falenderojmë të gjithëve pa mas që na keni parë nga puntata e parë deri te 10-ta. Për gjithë ju që na keni suportuar, ju falenderojmë shumë. Do shihemi shumë faleminderit. Gjithashtu, në qoftë se ju keni dëshirë për sezonin e dytë, mos harroni të komentoni #sezoni 2. Dhe sa më shumë hashtag-e janë, aq më shumë ka gjasa që në vitin tjetër të bëjmë sezonin e dytë veror të Hugos. Me lojra të reja, dakor? Po, kësa radhe nuk do jetë më Hugo e të diamantëve dhe Hugo me struz. Do jenë me lojra të reja kësa radhe. Kemi përgatitur disa gjëra të reja, por kjo varet vetëm nga ju në qoftë se keni dëshirë të bëhet sezoni 2 i Hugos. Ju doni, ne e bëjmë. Shu është kjo punë. Normale, dhe mos harroni, shumë shpejt me datë 6 shtator 2025 fillon Detektivi Conan OVA. Do jetë një OVA e Detektivit Conan me 6 shtator, mos harroni ta ndiqni shumë shpejt. Bëhuni gati, bëhuni gati. Bëhuni gati. Merrni zilën te YouTube-i, tundën e aty tëng, edhe sa herë që ne hedhim video, futu aty te video dhe na shihni, dakor? Dhe para se ta mbyllim, do t'i themi faleminderit Vibrant Shadows që na ke suportuar në çdo puntatë të mundshme. Ki shpërndar linqet tona, të kemi bezdisur goxhane të gjithë, domethënë, ona e shpërndaj pak linkun e ri të puntatës, ashtu se kemi dashur pak ndihmë të marrim pak audiencë. Të falenderojmë shumë Vibrant Shadow, jemi të vërtet një faqe që mbështet gjithmonë brendet e reja, mbështet gjithmonë gjërat për fëmijë. Të falenderoj shumë përzemërsisht. Je më e mira Vibrant. Më e mira. Faleminderit Vibrant. Do na mori malli për ty, do na mori shumë malli. Edhe mua do më marri malli për ty, për ato të përtiturat e tua, për ato të qeshurën tënde karizmatike. Ha, çfarë nuk do më marri malli për ty Olvi? Për ato bananet të tuja do më marri malli shumë fare. Edhe mua. S'te ke idenë. Hugo. Erdhi fundi. Erdhi pra fundi i kësaj puntate. Edhe një herë faleminderit. Olvi të përshëndes, të përqafoj nga larg. Hugo. Do shihemi prapë, nuk ta harroj. As nuk të harroj ty, as nuk harroj ndjekësit, as nuk e harroj Alptunsin. Ju përshëndes të gjithë, miropafshim Olvi, miropafshim lojtar që keni luajtur lojën e Hugos, ju falenderoj edhe juve lojtar. Dhe do të shihemi në sezonin e dytë me kismet, dihet. Mos harroni. Komentoni sezoni 2, #sezoni 2. Sa më shumë komente. Shihemi herës tjetër. Hugo, pafshim. Miropafshim.